Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit të shtatë dhe të gazetës nacionale. Jeni me episodin e 19 të emisionit POV Nacionale. Emisioni POV Nacionale, siç tashmë e dini, ka për synim që t'i paraqes para publikut storjet që politikanëve, përgjithësve, udhëheqësit e komunave Nuk ju pëlqejnë, por që qytetarët kanë nevojë t'i dëgjojnë edhe të marrin pjesë në jetën publike të Kosovës, apo jo qanë? E para do më thonë mirë se vjen ta se në epizodin e kaluam kilon vetë. E dyta... Kom një mungesë. Po, një mungesë e kimi një minus. Një mungesë, kjo për mua është shumë mirë, për të kallëzë. Kjo është shumë mirë se u prit me pas ma shumë mungesa. Nuk e di sa më njëti mu, po pejt 20, u për apo mos më një 6 epizodë. Kur e kemi nisë emisionin, krejt stafim të ishin e qysh me arbrin. Po ne? E kanë ditë. Po, më dhash drejtohet kjo. Badin vëzut ashtë strek shtu, se si ta më nuk i gjobën ka 50 eurë që të isha për emis. Je përmirësu ka pak. Ej, Albert, mas pare du më thonë pesjelë me një farteme, po du me ndjek që videon e Lumirit, mbledhen e LDK-s, edhe paka shumë zyrtarizimi du më thonë për këthimin e Vjosa Osmanit që u diskutu, edhe pastaj... Pse, a pa t'kena me shkun zgjedhja? Po, zgjedhje ka, se ti një mes e ka në këtu. Qa ka ndodhë. Kur janë zgjedhjet? Tash janë me 7 qershor, do më thonë, bono gati. Do është me ka në këtu, se ti u thënë. E kanë me votu. Kanë me votu, dijet. Okej, do më Vjosa po kthejt në LDK, a? Po, ta ndjekim si video dhe kthejemi. Votuam dhe u dakorduam që të formalizojmë, të ashetutje në bashkëpunim me Vjosa Osmanin, garimin e përbashkët në zgjedhjet e ardhshme. Po për këtë, më jepni edhe disa ditë, të finalizoj diskutimet dhe me zonin e Osmani, për të përfunduar në një votim formal në mbledhjen e Këshillit Përgjithshëm. Pra, kishte dakordim për idenë e bashkimit, kishte dakordim për garim të përbashkët, kishte dakordim për shumë gjëra që i kemi diskutuar deri më tani, dhe në mbledhjen e Këshillit Përgjithshëm do t'i formalizojmë këtë çështje në detaje. Dhe përderisa kemi mirëbesim dhe kemi vizion të përbashkët, nuk flitet për kushte sepse s'po flasim për relacione kushtëzuese ndaj njëri tjetrit. Pra, shumë ato raportime ka qenë të pasakta, i kemi diskutuar edhe me të shpesh, por kanë qenë të pasakta. Tani kemi vullnetin e LDK-s për të finalizuar këtë marrëveshje dhe për të finalizuar një listë përbashkët. Besoj më jepni pak kohë që ta finalizojmë zyrtarisht, sepse kjo është vetëm çështje e Lidhjes Demokratike të Kosovës, duhen dy për një marrëveshje. Besoj që Vjosa Osmani duhet jetë kandidatja shkëlqyeshme dhe më e duhura për presidentin e Kosovës. Besoj që populli i Kosovës e dëshiron një gjë të tillë dhe jam i gatshëm që bashkë me kolegët tonë dhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës t'ia mundsojmë vetës, popullit të Kosovës, Republikës sonë një kandidaturë të tillë. Prandaj renditja në listë për mua nuk ka fare rëndësi, përderisa gjejmë një modalitet që funksionon, që fton njerëzit të bëhen pjesë e këtij rrugtimi, që ngrit shpresë për Republikën e Kosovës, edhe në fund që e ngrit edhe vizionin dhe programin politik Lidhjes Demokratike të Kosovës në drejtimin e duhur. Okej, Arbër, mas pari do më thonë të e ditë që ti ndjekë që të farë zhvillime politike e krejtë këto, Vjosa... E kemi pas para ma shumë se një javë në nacionale me burime, e kemi pas që Vjosa Osmani përveç se do të kthehet në LDK, do të jetë edhe bartës e listës pra numrin 1. Ta është veç po konkretizohet kërejtë. Po, nuk është që u befasum, sepse e kemi ditë bërge më herët. Por, o qanë, është interesant që Vjosa Osmani po kthehet edhe me 20 personat e tjerë në listën e saj. Dhe nuk e di që është mundën qytetarët e Kosovës me marë, qërë politikën do të me marë seriozisht, politikën, po jo edhe politikanët. Që është mundësh me marë seriozisht një politikanë, për shembull në ekipin e Vjosa Osmanit është Haxhi Avdyli. Haxhi Avdyli nuk ka 4-5 muaj që thoi ke Albin Kurti është njeriu më inteligjent Kosovë. Albin Kurti i do të Kosovës. Devina Mihajli më përqafon këtë mshe. Është person i mirë. E dashur. Tash tha, apo dojnë luft me mu, luft do të kenë. Hajde. Po, vese ka ndru, me që ka ndru, jeta statufci, në listë me Vjosa Osmanin, sytë nej që të ke neve, media, qëfar do kritiku kundër vetë vendosës, qëfar do kritike për qeverin,
Jo që ne që të ke sytë, po thëj ke jeni tradhtor, jeni të pagu. Ta e kanë ushtarë të Ushtarët Albin Kurtit, për një moment veç kalojnë në LDK. Tash janë listën e LDK-s, edhe janë kundërshtar kryesor të Albin Kurtit. Kundërshtar kryesor në këto zgjedhjeve të vendosës ka me qenë lista e Vjosa Osmanit. Po. Tash këtu ma shohni ju na për komente. Ma e kesja është kur ti menon, kur një qytetar menon që politikant kam parime. Domethënë abden unë menoj se ka që ti nuk vren politikant domethënë në Kosovë i cili funksionon në bazë të parimeve. Ka pas parime dhe Albin Kurti në opozit. Kense. Edhe mas në ardhë ka bashkëpunu domethënë me parti, i ka thy gjitha parimet e veta, çka ka thonë më herët, jo njerëz me akuza, jo s'bën për pozita, krejt domethënë. Ka njerë veç ndron ky paketimi abden. Po, unë shpesh ju them se edhe para disa vitesh kur flisnim për binomin Vjosa Osmani Albin Kurti, për shembull që të mbron men live tash, u konë interesant kur u shkru një shkrim në gazetën gjermane, faza e Frankfurt Allgemeine Zeitung. Po që pa ta mësu me thonë. Në qatë gazet, pa të shkru një gazetari gazetës gjermane, qysh Vjosa Osmani në SBA e ka taku Grenellin, Marko Gjuricin, edhe qështu disa, edhe kishe këtë takim u shty prej Edi Ramës, e tjere. Tash që këtë gazeta gjermane shujke për që takim. Edhe na raportum për që takim, edhe bënëm dikush bistopit tonë, bëni video për që takim. Edhe tash ti, në atë kohë ishin hajlo bashkë Vjosa me Albinin. Tash so komentet, so shorit kina mërë, pse ju po reni qysh është e mundër Vjosa me taku Gjuricin, e pse ju po bëni propagandë kundër Vjosës, na shoshin këtat vetë vendosës. Edhe tash, në qatë ku, ullëm diskutum disa prej gazetarëve, unë e Gjeza, Besjani, dhe qështu Koci, Berati, edhe thamë që të lajmë që të artikull në fazë, në gazetën gjermane, e ka shty vetë Albin Kurti. E ka shty për mes vetën Surojit. Edhe tash, këta njeve na shohim pse ju për raportoni fazin. A fazin e ka shty Albin Kurti, po këta se dishin. E këta njeve na shohim. Na ishim në agent Albin Kurtit në atë lajmë. Po na i na gazetarë dhe na nuk mund na pa raportu. Se për raporton gazeta më e madhe gjermane, takimi ka ndodhur, gazeta më e madhe gjermane për raporton na do të më bëta. Po ti smunesh me thonë se taku. Edhe e kemi bë, po kon agenda Albin Kurtit. Edhe tham a pe bëjmë një video që kjo është agenda Albin Kurtit. Se Albin Kurti po don me lidh Vjosën me Edi Ramën, me një tradhti që po i bën se ka më shkëput pisoj. Edhe e bënë edhe çet video, tani dikush Berati më zgabov, s'as di cili e ka bë. E tash so komenti ka qenë 2 ditë dhe u mor vesh. Jo kështu ju po rreni, po manipuloni, nuk është e vërtetë, tani ikni këta të Albinit. Nuk shkoj 2-3 ditë u preshën, kështu zyrtarisht që dol Vjosa e që e bëni këtë katrahurën. E tash Vjosa u kthy në LDK, edhe atë cilë është akuza kryesore që ja bojnë sejmente dhe proksit e vendosës, takimi me Gjuricin edhe me Grenellin edhe që je e kopër për Edi Ramës. Dhe mund që kjo është e vërteta e skenës publike në Kosovë. Që ka që banale është, a i komentu si aty në gjendje me ta shoh me none, me bobe, në gjendje që mund me rreziku në ashta edhe vetën me shku në bërë këti mja që policin. Kështu adhin, do më thonë këta ta menojnë ty... Nuk e din që Vjosa veç ja merë 20 vetë shkon në LDK shkon. Qa do me bon të tash? Këta, qëre, nuk do është i me su largmenç edhe me shku edhe në PDK. Do më thonë, është ves politik. Jo, mas zgjedhe, unë jam i sigur që mas zgjedhe kime posti koalicion. Jo, po du me thonë në pjesën kur ti e menon, qysh po shkon në LDK, ti duhesh me menu që ajo shkon edhe në PDK. Do më thonë, vis a ka interesat e përbashkëta. Po prandaj është shumë e rëndësishme me qëndru me të vërtetën, si më thonë, me pokush... Ose për shembull, çike pjesa kur është raportu për Vjosën e Albinin. Në sytë e qytetarëve, Vjosa dhe Albini në kanë të pandashëm. Edhe kush do që po flet kundër Vjosës, po flet kundër Albinit. Po, edhe anasjelltas. Po, në anën tjetër, do më thonë, Albini e ka pas një plan pak ma afatxat. Adin ka thonë, te prishi unë e masfarin në sytë e qytetarëve, te prishi unë e Vjosën, e pastaj unë mbetëm, adin a i miri, adin... Shumë herët edhe për këtë që për themi, ekzistoj një YouTube, në Facebook, veç që një kërkoni të Gazeta Nacionale, ka video, ka artikuj para 2 vjetë, kur na kemi folë se qysh kanë me u prishë, qysh po shkën kjo... 2025, do më thonë, kur na thëshim që është loj pjesa e krye parlamentarit, këta thëshin ja, nuk shkon ashtu apëtin. Tani do më thonë, në 2026, Albini thëjke unë ja ofrova krye parlamentarit apëtin, dhe me kjo
Shumë e thjesht është kjo varçeshtë, ti pse se bëhesh son 2025-ën, domethënë thjesht është një lojë që bëhet prej politikanëve në publik, edhe ti nëse se merr vesh. Po çka po duam të thonë është që fushata zgjedhore ka më hop edhe pak. Edhe ajo që na e dim është që ka më qenë më e ashpër se hera tjera, sepse vetë vendosja me gjithë ka një farë frike prej Vjosa Osmanit, edhe ka më qenë fushat pak më agresive. Ajo që po duam të thonë është mos e përshkallëzoni situatën mes veti për politikan, mos u prishni me familjar për politikan, mos e hupni njerëzillakun për politikan, sepse ata dirigjohen prej interesave, ku në buxhet, në kulet të shtetit janë një 4-5 miliard euro, edhe shumë interesat të tjera. Jo, nuk përfitoni kur gjë, veç mundi me u prish me njerëz e dashur, për arsye pa lidhje. A janë të u prish, Arbëra? Janë të u prish. Po janë shumë të u prish. Unë e shoh kështu në ambiente familjare kur po mbjen, e shoh nuk flasim me një tjetrin ose i rrin, si më thon, ajo është me vetvendosin ose ajo është me LDK-n. Ajo është thuti ti, si më thon, është një pjesë e shoqënisë që është më e mira në botë, që janë vetvendosja ose LDK-ja ose PDK-ja, dhe kjo tjetra që zbojnë. Është absurde që nuk ka popull homogjen, më thon që kjo është populli. Këtë shoqënia është e përbëme prej shumë shtresa, prej shumë interesa, prej shumë është shumë marrëdhënie komplekse, nuk ka vetvendosje veç të mirë. Nuk ka LDK veç të mirë. Nuk ka militant veç të këqe, nuk ka militant veç të mirë. Është përzierje shumë komplekse, nuk ki nevojti me menu që ata të këqet na të mirë. Se ti mundesh me kanë krejt katuni me kanë vetvendosje, po një dys ato i kanë do interesat vetë për sa janë hije shtek. Po dhe, jo, veç për marrë shembull, domethënë po them një dy janë çata apëtin, po tani ti s'mundesh mos me ful me kërkën. Domethënë shkaku i çështje politike. Çfarë unë shpesh them, unë e mirë kuptoj, me pas debat. Apëtin, do më thonë, ulesh edhe debaton, ka njëherë më shkru në dikush e thot, hej, a e kiti si të bindje, do më thonë qështu, ja ka zëj do fartika që për një meti mundesh me konë okej me to, po nuk je okej me si pjesën tjetër edhe me si të ranën që ti e shpërfasën publik. Na jena të e luftu me si në sipërfaqe të vërtetën. Tani ti të bo debat rreth të vërtetës tonë, po na shon neve, pse e kena prunë të vërtetën dhe restuap. Patjetër me pas debat, na shta me tonë ngritura, ama ju me kalu në akuza, si me thonë njeri Serbis, argate, kështu e, se tani më nuk është debat. Atë s'ko tani hajde porrim kofi, jo hec porrim kofi. E kështë shkrujt bile në status. Po ja, nëse me nën ti për nëse unë të thëmë njeri Serbis, atëherë unë ty nuk ta zgati as Pasha zotin, po, nëse ti me nën për mu, që unë jem i shërbej buqi që t'jom njeri Serbis, ose që raj manipulej kur mos ma zgador. Unë s'du me ma zgador nëse ti me nën që ashtu për mu. Kështu që do të mirujt mos me shku në skajt mendimeve për tjetërin, me rujt një farë debati. Po tani s'kjo Arbër, s'kjo u instalu prej... Se në poshtët që t'listën falë, e poshtët që t'listën e Vjosës që ja të rëjnë LDK, t'i qush, qka brabët e përkën? Jeta statuf, si a gjavë dyli, burim, karameta, që tabët e në vetëvendosje, këthesh i këshyrë Mimoza Kusari, a i Zef Morina, me Fajl Bajqinu, përkënjën e të rogë, o vlo. Po. Ati përkën këta e njerës, po di që me thonë, qa, përkënjën e të rogë. Thjesht kur gjoheqa, beden, kur gjoheq. Po, nuk jetu full për dikën që ku me di qa ka me bu, ose diska. Jo, absolutisht. Edhe s'kjerës është ja Arbër, une, do më thonë shpesh, thëmë une e kuptoj, dikën që për një me, adin, na mujna me kuptu, s'podin jana lest, që vëvëja është ja shti grunë, do më thonë punë, në diska, beden, krejt qëtu ti mund është mi kuptu, do më thonë sa e ka në interes, ose në diska, ose të një partije tjetër, qa do qoftë, do më thonë ti mund është me mirë kuptu. Po ti s'mund është me kuptu qytetarin i cili është të punu në Zagreb, do më thonë Kroaci, edhe hen ta shkru një koment ty, të o Albini kështu, se nuk të hen kry tyja. Shpesher jemi në dilema dhe nga gazetarët me paraqit policit dhimet, edhe që është të punu, edhe që kanë marrë të familja vetë. More ti e menon, do më thonë se do edhe i nje, edhe ti e din qysh i ka kushtet, qaj person, do më thonë i ka nështa 2 fëmi, 3 fëmi, ti e din që nuk i punën as bashkëshortja, do më thonë vetë mendzi që mli dhe qashtu. Shmja qitë edhe një probleme që po edhe ti thu, a me qumër e këta në paraburgim, a përdin do më thonë se ti e din deri ku shkallën që kjo, ti e din deri ku vjen. Kur t'bjen me i taku në person është pak ma letë, se mu m'bjen me i taku në person disa për tyne,
Ja u spjegon, muhabet është pak ma në internet jenë shumë të pak përmbajtshëm. Po dhe se tani ata përmenojnë nështë si qëtu jenë të po tonë, adin do në ty disysh, adin me të kërcnu në ty disysh. Qëra Albert, për pos krejt që sajna, për pos për mu, në sytë e me, do më thonë abdin, unë qëtu së në kuptej lumirin, tani ka një herë abdin, se edhe që kjo është interes, do më thonë du të me ditë qytetarët. Kryetarin e LDK-s. Po, kryetari i LDK-s, nëse vese këni harru. Si numri një është vjosa në listë, kjo është kryetar. Po, Lumiri nuk heke dorë prej kryetar lakut, do më thonë edhe kur ra në 13%. Në 13%, do më thonë në zedhe, nuk heke dorë. Asë nuk dojke, do më thonë, bile u diskutejke në atë ko, a është mirë me ardhë për Parim Rama, për Folke Besnik Berisha, avokati, ka pas që si farë. Po, edhe po më doket Lumiri e kishë pas marrë koza seriosisht për Parim Ramën, tani apëtin. Ja nisi, do më thonë, u bo një farë. Për Parim Rama, që për mu është politikoni ma atipik në Kosovë, që më është i vetmi politikani cili nuk e lunë lojen e kurtit. Këtë këta tjertë janë të diktum prej tempos të kurtit, veç për Parim Rama e ka tempon e vetë. Ai lunë me tempot vetë, shmon hi dëndë kjera, ati nuk janin. Ai e ka planin e vetë, boni koalicion me PDK-n, që qytetarë do të me ditë. Për Parim Ramës në Prishtinë i kanë ndihmu me fitu PDK-ja. Edhe i kanë ndihmu me marrëveshje, nuk i kanë ndihmu. Normal, more. Se i kishë ndihmu vetë vendosës nëse këshin pas marrëveshje. Po, edhe që ke marrëveshje Arbër, Lumiri e din këtë marrëveshje. Edhe u konë pro. Lumiri, çka ka dash Lumiri? Lumiri lunë me tempon e kurtit. Lumiri ka dash, mos mi thonë Albini ti je me PDK-n. Po, tash do më thonë qenë të bu këta, do më thonë Lumiri nuk ka dash vis me zyrtarizu marrëveshjen me PDK-n. Pse s'ka dash të nëzgjedhe i thot Albini ti je me PDK-n. Do më thonë se ky tutët për Albinit dhe tutët për Dejonës. Në anën tjetër, për Parim Ramën, me atë sa ke po, do më thonë, ajo është edhe Xhek, do më thonë kështu. Na, se këna pas kur në intervista, na i sen mos kriju në e farë keq kuptimi, po për një me pjesa kur pa dal edhe në protesta, pa dal me protestu, se pa të shku të ministria, pa tonë pomëre, unë e marë përgjithësin tema, pëtin. Do më thonë, qaj u kanë një me qytetarët, Lumiri s'guxon kur ato me bu. Do më thonë, nuk guxon me rreziku as me dal në mesin e protestuzve, se i ktheje dikush i alshën një laf, edhe ky kuset, do më thonë Lumiri se nuk është i mësum. Tash, Arbër një diçka. Pse që kjo luft, do më thonë, është i shërby vetëvendosës, edhe qysh Lumiri është i shërby kas mirë vetëvendosës. Unë e çka menoj, ti do më thonë kundërshton nëse jem gabim. Arbër, Lumiri dule dhe tha, na nuk kemi marrëveshje me PDK. Apo, ne. Që kjo janë i mëj vetëvendosës, do më thonë që dilshin e thëshin që këta me PDK-n, që këta me PDK-n. Tash, vetëvendosë janë Fush Kosovë, në Podujev, Graçanic, ka koalicion me PDK-n. Ka koalicion do më thonë me PDK-n. Do më thonë këtu janë marrëveshje që bëhen zgjedhore për të mi pas votat në asamble, ka ndodhur edhe më herët. Vaj nuk po tutet për LDK-s, po bën koalicion me PDK-n. Po, tash, do më thonë Lumiri në asnjë mënyrë nuk del me mbrojt LDK-n me thonë, mora edhe vetëvendosja ka sa tje. Në Podujev. Po, me do më thonë ose Fush Kosovë. Se di me kanë e kam Fush Kosovë, a ka me LDK-n, a me PDK-n. Do më thonë e ka me një parti opozitare. Në Podujev e di sigur që ka me PDK-n, bile ja kanë zgjedhë edhe këtë kryesuesin. Në mos gabofsha është edhe në Fush Kosovë. Tash, Lumiri nuk del do më thonë me lujt si të kartë, i len do më thonë vetëvendosin me rrit si të farë propagandë, kjo është propagandë. Që s'ban me PDK-n, kush do si del, do më thonë aty. Albin Kurti të i ke thira PDK-n për marrëveshje për presidentin. Po, edhe për... Para një jave Arbër, ndodhë këtë që kjo, mas një jave ti po del, krejt deputete VV-s e kapën telefonin me dale e me thonë, hej, këta bënën me PDK-n. Tash, qa nisi e dyta. A më do të më konë si për Parim Rama. Qa nisi e dyta. E gjujti njerës të Lumirit, që për parimi po i shkarkon njerës të LDK-s. Tash, qërë Arbër, analiza e sanit, që nuk din mas mirin botë politikë qërë, Florian Dushi, i emrum për Parim Ramës në kryetar në Prishtinë, antar aktivist i LDK-s ma shumë se 2 dekada, edhe kryetar i degës 2 të LDK-s në Prishtinë. Jeta Rafuna, që u bo drejtorin e bujqësisë në komunën e Prishtinës, antare e kryesis degës të LDK-s, prej vitit 2015, gruaja ma e votuar në listën e LDK-s për asamble komunale në zgjedhjet e fundit e propozuar, do më thonë,
emri i saj u propozu të përparimin nga dega e LDK-s në Prishtinë. Bujar Gashi emëruar nga Roma si drejtori i shëndetësisë, në zgjedhjet e fundit lokale asambleisë më i votuar burr në listën e LDK-s dhe i propozuar nga vetë dega e LDK-s në Prishtinë. Pëllon Bajsinovci, asamblesë në radhët e LDK-s, edhe ish kryesues i kuvendit komunal në Mosgabofsha në Prishtinë. Adelin Sahiti riemëruar u kanë drejtoresh e mirësinë sociale, ja ka vazhduar domethënë prapë një mandat, edhe zyri e plana e emëruar në pozitën e drejtoreshës investime kapitale, antare e ka mos me degës së 5 të LDK-s në Prishtinë, edhe angazhuar edhe më herët si inxhiniere në të njëjtën drejtori i shkon. Krejt këta njerëz, domethënë janë të LDK-s. Përpos zyries në Mosgabofsha, që ka ardhur prej ka qenë me një parti tjetër që kanë pas koalicion në mandatin e kaluar, edhe pastaj domethënë ka prun ka kaluar në LDK. Krejt këta tjerë të angazhuar në degët e LDK-s, Prishtinë. Domethënë çita njerëz i kanë ndihmuar Ramës gjatë fushatës, hin ajo ksyra domethënë postimet, kanë shkuar nëpër fushat, kanë nga krejt. Lumir Abdiziku tepër vonë u kys të përparim Rama në Prishtinë, kur e ka pasi për hup fush Kosovën. Për hup kitë Kosovë. Po, edhe për me buni diçka dhe me hadet ja çoj dorën përparim Ramës. Edhe përparimi është ça xhek, sa se e ka leju prapë ato. Prapë fitoi ke përparimi, edhe pa Lumirin. Se Lumiri nuk ka luhat diçka, se 13% i ka pas zgjedhje nacionale dhe u kanë të i hup gjitha komunat. Shkaku i qësojna që aje mon vetën pak, adin nuk shkon që atje, edhe në fund të fundit, dhe më thonë përparim Rama po del që i ka qip njerës e LDK-s të Prishtinës. I ka largu të njerës nashta të Lumirit, po jo të LDK-s. Dhe më thonë ata muj me kanë LDK, po ka njerës i kanë ardhur prej një punës që e kanë punu në për... Po të ke fundit janë kanë me gjosë qëta njerës që kanë ronë që të farë, që më thonë kurtin e kurti që zbën me PDK-n, edhe përparim Rama, që po thuti u ka dhu gjek, po dhe korrekt politikisht nëse ti më keni mu në zgjedhje, PDK-ja. Edhe unë të këmë thonë që ti një më zgjedhje, pastaj i merë ato që takojnë, se votat prej PDK-s kanë ja ka nda drejtorit. Përparim Roma nuk ta ka gojle pëse po të Albin Kurti e dhe ju na Mihajli ti po bosh me PDK-n, o s'duhet me pos gojle. S'duhet, se duhet me po bashkëpunim, duhet me po marrëveshje, edhe Albin Kurti me mujt e kish mo këtë marrëveshje, po s'ka mujt. E Lumiri, pse tutët për veti, se qa po më thot Albini, ta është minole dhe përparim. Vesë një minut, për me ditë qytetarë, kur shkojnë në balotazh, do më thonë LDK-ja dhe VV-ja, në Prishtinë, që shkojnë në balotazh, vetëvendosja lufton për me i fitu votat e PDK-s. Adin normalisht si bojnë marrëveshje, veç nuk ka mujtë. Do më thonë adin, e ka marrë LDK-ja, ka marrë përparim Rama, edhe ka pas një bashkëpunim korrekt. Për ndryshe, do më thonë, sigur me u pasbu në zgjedhje nacionale. Me pas thonë Albini, Lumir, hajde bo në presidenti, ana jep votat e LDK-s. Apo menon ti që Lumiri kishtë thonë jo? Jo, absolutisht jo. Pa di edhe ku është absurditeti. Me thonë është marrë me bo koalicion me PDK-n, ndërkohë PDK-ja ka bo në kryetare të Prishtinës Besion Musmuratin. Marrë ku ka me Besionin më boa. Besiona, a di farë drejtoreshe u konë? Për qatë sa ka pos mandat. Një prej drejtoresha më të mira, do më thonë me herë. Mirinovu shkollat, është grue meqme, intelektuale. Fiks. Qysh marrë me Besion Musmuratin? Një normal. Vetëvendosja kish dek me pos një Besion Musmuratin rrallat e veta, apo se ka? Normal, e tjetër. Do më thonë vetëvendosje në asamble, na i me të shantazhu dhe jona një hojli, hajtë na i këna një këto skandale, ta është vesë një diçka. Nëse e mbani mend gjatë mandatit kalum, kur pa të ndale videot prej asamblez vetëvendosis, që u përmendëshin pazaret që i kanë bët të mshefta, që i kanë bët të mshefta pazaret me përparim Ramën. Që i shkëllëshin mikrofonat e qa bëshin aj me qata morë. Albini, qa të ka thonë Albini, qa më ka thonë mu Albini. Do më thonë atu... 200.000 euro ti kini murë në emër të Albinit, zitë shatë fëshin, i thonë me qata morë, o zëti. Do më thonë, tash, këta jenë të thonë, qërës e jenë të thonë këta, është vepër penale, është marrë me dalë ti publikisht me bu koalicion me dikën, po nuk është marrë ti më sheftas mu 200.000, 300.000 hajde folim në edhe kush për të shantazhën qata? Që tu pëdu me dalë. Tash do më thonë, kur të ma kapin mu telefonin, do më thonë, krejtë që ta që në kanë përfshimër në këto farlafe, do më thonë, del ty deputeti i VV-s, i cili është i dënum tash një vjetë burg, del e ty të thëtë që sa kanë hargjun drejka, me thonë mëre bas, shkome të maje burgën, shkome se adin. Po du me thonë që Lumiri, që tu është të që ujtë. Që është bje njëri në shantazh që të një njerës. Do më thonë, e kësha ljujt,
pasha zotin e menova për herë parë, thash para minuti shakon deputeta në diçka të Qysh bjen njerin shandazh të vetëvendosës, unë se kuptoj. Ama shumë mire përgëzoj përpara Imramit që s'bjen këtë shandazh, për çka do fiton. Domethënë për çka Prishtina me fitu sa ku me zgjedh një kartel gjelbërt, kështu më thonë, atë veç vazhdo përpara, edhe kur dush, veç krye punë baba. Qëto edhe mujna me bisedu për plot vështirësi krye qytetit. Po tash kemi këto raportime të bërin pacollit me punë që s'janë kryer në krye qytet. Jo, mirë po në kontekstin politik mirja ka boj lumirit që s'e ka vetë. Unë edhe shkruaj në Facebook për qeverisjen e keset për parim Ramës si tash. Domethënë aktualisht. Po sa i përket shantazheve të VV-s, kur mos bëra ato, domethënë vetë vazhdo përpara. As lumirit. Edhe del as lumirit, domethënë 1.000.000%, vetë vazhdo përpara edhe bile mund është me vazhdu prap me dal e me aulujt ka pak që dhe ke kuj dhe jona si ja ka shkujta. Jo, cila dhe jona. Kse, a themi pak në zgjedhjet qëndrore, veç edhe një element. Sepse, do me thonë Vjosa Osmani me LDK-n bashk. Vetëvendosja e ka një mini koalicion me alternative në Mimoza Kusarit, me Guxën, Pecë dhe Grvolla, kush tjetër s'ka met. Veç Pecë dhe Grvolla, edhe me PSHDK-n e Zef Mërinës. Në anën tjetër, Partia Demokratike e Kosovës është interesante me pa se apo e rikthen Fatmir Limajn në rollet e veta me 4-5 kandidatë të tjerë. Kështë me qenë interesante me pa një rikthim të Fatmir Limajt në PDK në kontekstin që shtuat be? Kjo, jo kualitativ, po kuantitativ. Po, kuantitativ. Me sasik. Numerik, si pas me e javlen, sepse Fatmir Limaj i sjell një 20-30.000 vota atë, ndërsa në kontekstin kualitativ, edhe këtu është rasti sikur të Vjosa Osmani në LDK, edhe Fatmir Limaj ka pos akuzat forta për PDK-n, edhe njerëz të PDK-s kanë pos akuzat forta për Fatmir Limajn, edhe këto njerëz të thjesht janë shoh me zvete, mbas edhe janë prish me zvete për këta, dhe tash po pritet rikthimi i tij në PDK. Kështu që edhe këtë ruane veten, votën jepjani kujt të doni, për veten ruani. Po, mos u presin me njerëz. Edhe OK-ja me gjos do të tentoj edhe njëherë e vetme të futet në zgjedhje. Po për këtu edhe në emisionin tjetër, sepse qartësohet kalojnë afatet e regjistrimit subjekte politike, dhe mund t'i flasim edhe në emisionin tjetër. Ajo që kam bëri përshtypje tek afatet e KQZ-s është se u hap afati për me u regjistru mërgjimtar të diaspora, edhe nuk met përveç kryesues të partive politike, kryetar të krerë të institucioneve, e poshtë një dukurit jashtëzakonshme, domethënë se cili deputet në vete, që edhe thjesht jo Adnan Rostemi, jo Paris Guri, jo Luana Liu, jo që janë që se deputet thjesht edhe këta të bo video të ju bo thirje mërgotës na votoni, që në mas do perde me telefona, me... Dhe do me thonë, dhe në pikë të fundit të këshyrë me shfrydzu votin e mërgotës. Jenë aktivizu te për shumë, do me thonë, vetëvendosja, normalisht... Jo, dhe kejt edhe LDK-ja dhe PDK-ja dhe se di, për në mërgat, do me thonë, unë e menej Vjosa, mundet me dhanë zërë pak ma shumë, qërë vetëvendosja deri më tash, në momentin që jenë ato full, do më thonë në Gjermani i kanë hapë dikun mbi 10 pika. Do më thonë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ma shumë se 20 pika informuese në Gjermani. Dhe me qysh me votu, rreth procesit zgjedhor, po thuhet këtu, po jo, në fakt do më thonë këtu... Ju lypet vota. Po, do më thonë edhe kërkohet vota, edhe të e ditë që mujnë me pas ma shumë gabime në fletë votime e sene, të e marë parasysh që nështë a krejtë s'mujnë me arë këtu, atëherë jënë të më thonë që jënë të organizu edhe transporte, po këta besoj që kena me ullumtu gjatë javës tarshme, edhe me kësyrë që apo konkretizojmë diçka ma shumë. Me gjitha të, zgjedhjet Arbër kanë me në ndjek edhe në emisionin e arshëm, si së edhe ma heret, kalojnë qëtu afatet, zyrtarizohen krejt senet edhe është ma e qartë pak qka kemi përballë.
Për ndryshe, po du mu kthy pak të zhvillimet e javës. Po veç edhe një pyetje për ta bërë lidhje me zgjedhjet. A pret me pos dolje të njëjtë, që shka pos në zgjedhjet e dhjetorit, a pret me pos ulje në dolje? Po, do më thonë, mërgata, unë e menej si mundet me rasti numër, do më thonë shkaku që nuk lidhet... Me pushime me kështë. Po, ose nëse nuk shkan të u bloku diska. Ma dhe edhe në vend këtë në Kosovë. Po, e në Kosovë nuk e di pse arbër menej ose njëjtë ose ma shumë. Po, të menu. Po. Do më thonë, edhe pse, po do këtë që nuk ka shumë interesim për zgjedhje. Kështu jo, nuk ka entuziazëm. Po, adin, zakonisht që diskutohet e ketë, po arbër shkoj mi hek flokët, shkoj në shqitue, do më thonë edhe shë si njerëz vjen lodhë, do më thonë me t'jep mundësi 3-4 herë edhe ti me shumë një proces për para. Adin, do më thonë, unë e menoj që qytetari i Kosovës është koza i këthjellë të pjesa, sepse unë menoj që numrat flasin. Do më thonë, kur ti ka thonë 20% të ka thonë hinë koalicion me dikën, se nuk je mirë. Edhe tani, në zgjedhjet e radhës, ti bashkë me mërgatën, e ke qumë 51%. Okej, do më thonë, unë menoj që vota jote reale është ajo e 43-shit, po. Po, 43-shit, me votat Kosovës. Tash do më thonë, unë menoj si prap qytetarë, do më thonë, mos të më kapën kështë për lafi, po unë menoj si prap qytetarët kanë mja dhonë një mësim vetëvendosës që duhet me bu koalicione, edhe nuk shkon ti edhe vesti. Do më thonë, sepse që kjo është, kur ti s'dën me bashkëpunu me kërkon, nuk dën me si të venin për krizës, i dën që do kriza, mbizotërën në kriza, veprën mas mirë ti mbi kriza. Do më thonë, nuk e majsha men herën e fundit që kena funksionu si shtetë normal. Që kena pos institucione stabile. Po, do më thonë, një bashkëpunim normal me e pos, 2021 kër ju ka interesu edhe Vjosës edhe Albinit, po tutje arbër, do më thonë, gjithë s'ka u konë kriz. Shpesh herë jem të thonë, qytetari e vren qeverin. Nuk i interesën qytetari që e i të bëti sa miliard FMN-ja, nej, kënej, e sene, që ju interesën qytetarit reagimin tënë në praktik, që prejki unë e zëtë. Do më thonë, a mu ka përmisu mu jeta? Jo. Nëse po, atëherë, okej. Apëtin, do më thonë, këtë prejken që do farë sene, tani këta po e shfrydzoj me do farë, që si farë subvencione, do si sene, që qytetarët me e prejkë, sepse këta e din që momentin që nalet edhe që kjo, qytetarët shkapin bisa të realiteti edhe shohin. Gjithashtu për e vrejnë një farë energjia arbër që njerës po del një video e kurtit edhe tani do më thonë e kanë kritiken, dajtina, në komente. Nuk u kanë që ka se madhe, do më thonë nuk ma heret, e ke vrejt i sto, ose kanë posë te për shumë organizim asa për djune, po veç e vrejnë në ndërkohë se lodhën gjitha njerës. Nuk mund është pafundësisht me mashtru qytetarin me këtë kartën që po më blokojnë, sepse si pas mendimit tem, qytetarët e Republikës Kosovës e kanë edhe një farë ndjeshmërie edhe ndaj kur je viktim, që kanë përkra atër kur e rëzun në pandemi, që ka qenë shumë e thonë. Shumë mirë, edhe si pas me ka qenë e drejtë. Mirë po, njëtën kohë, qytetari i Kosovës si pas me nuk e respektën, që më thonë, nashtë atë kara dhe ty shpesher edhe kështë njëtë për ditë që më thonë, për filonin ishtë qyqanë. Po. Nuk me keme kry punë. Po. S'po kry ke punë. Nuk është ishtë dërvjallë që thojnë për dikon. Edhe mu që shpeshë në teren që pëmbje me full me njerës, ja ka niska pak për qytetarëve kur ti me uposi një farë qyqoni. Së pe qënë procesin për para. Nuk e di që anë të ndohë, nashta për një me opozita, nashta ndërkomtarës, po o vlo, dësh migra, dësh me bodi qëka. E që të me vrej shumë popull. Unë e menoj, qërë, edhe për shamu... Nuk e dja ka menu që të vetë venduse. Ti e me një vend punë, do më thonë për shamu në nacionale. Edhe për merë një pozit drejtorit, menazerit, ose diçka pëtin. Unë e menoj që ti testohesh si menazer, si drejtor, kur qyshi ishtë proceset për para. Edhe për shamu ka munges, stafit kanë shku 10 veta në pushim, qysh e menazën ti në qitë ku. Jo, kur është lule dritë, do më thonë, e tash. Kur është zërë me bo koalicion, zërë me bo numra. Ti e ki lule dritë, i ke pas 51%, edhe tu kanë dasht edhe pak vot aty për me zedhë një president, e tash ti e të më thonë mu, hajde të mysëm opozitën a krejt, e me t'i dhonë ty 80%, e tani ti migra dhe me t'lanën e ty, ndur tuja, fatin tem, të fmis tem e krejt,
Jo. Domethënë unë mendoj se kjo nuk ndodh në Kosovë, nuk e di pse, edhe nuk kam qef me ndodh. Herën e kalume ja pata hus për zedhe, domethënë pata thonë që nuk dëshiroj me u bë si Shqipni edhe si Serbi, ku një parti e ka shtetin, ose që shka ndodhë Shqipni, për shembull ti nuk nin zotë e opozitës për pos partia Mundësia, ose Lëvizja Mundësia, që është që i kanë... Edhe mediat ka dalë edhe atje ka nis me u subordinu me pushtetin. Po, do më thonë abdin, edhe mo nuk ka zot kritik, nuk ka, para 2 ditëve poshtë një farë video të e rejnë qytetarë, dhe më thonë të më shumë, e rreshin mediat, raportojnë, komentet janë abdin që ka bu pushtetit sene, vinë zjedhet, prapi fiton ai 60%, nuk me të shoqëni interesante. Po, adin edhe unë nuk menoj që në Kosovë do të me ardhe që kjo, se është e dëmshme për krejt, sepse nuk ka më zë kritik. Do më thonë adin në momentin që kapët gjithçka, presidenca, atëherë janë kapë gjykatat, prokuroria... Absolutisht, edhe më nxollë rrugova, edhe më kthy Hashim Thoçi, edhe çfarë do personaliteti nuk isha dosht me kap këtë shtetin, kisha dosht me pos kritik, kisha dosht me pos... Normalisht. Tash qëre edhe kur ke koha e presidentit që tash, do më thonë, pse neve na thëshin, po kë, ani s'ka se është njeri Albinit, është nështë abdin jashtë politikës. Po dhe, do më thonë edhe Hashimi ka orë me propozimet Bezetit e Tatina, që kanë thonë jashtë është jashtë PDK-s. Po na këna thonë që është njeri i Hashimit, apo kuptën? Do më thonë njëjti standard është u shfrytzu edhe si tash. Edhe adin njerëzve që janë të harru që na i na kanë këtu. Adin do më thonë edhe gjatë etapave të kalume edhe i këna kritiku për e qëto farë veprime. Po dikush ta pëse s'me kritikon në opozitë, nuk i thash vesh letë rritet be pak, se valloj. Vesh në të bëmë pak. Ju vjen në renit. Okej, Orbër, deshta me të këthy ma herët tek zhvillimet javore... Po, që të politikës t'ja bëj eks? Po, politikën heqe edhe që duen ta zhendja reale Orbër është që kjo... Ta shkojmë teren, ta shëshojmë që është situata në teren Kosovë, sepse e vërteta e Republikës tonë, e vërteta e Kosovës është në teren. Edhe ne fatmirësisht kemi gazetorë dzët që janë teren. Mas pari po shkojna me qëtëstoren e pare, cila ke gjithashtu tragjike me dëgju, për vdekjen e një foshnje, një Ferizaj, e dyshuar është tash nëna e foshnjës, edhe ta ndjekim fillimisht storin për me post qartë dhe qytetarë paka shumë për qajnë ato folë. Një rast i rënd ka ndodhur në qytetin e Ferizajt, ku në emergjencën e spitalit ka vdekur një foshnje, ndërsa e dyshuar e rastit është nëna e foshnjës një vajzë rreth 20 vjeçare. Sipas Spitalit të Përgjithshëm të Ferizajt, pacientja është paraqitur në spital me ankesën për kapslëk dhe në një moment ka hyrë në tualet duke mbyllur derën. Pas insistimit dhe presionit nga stafi mjekësor të cilët kishin dëgjuar zërin e një foshnjës, dera ishte hapur, ku foshnja ishte gjetur në koshin e mbeturinave. Për rastin në fjalë, policia ka nisur hetim, derisa prokuria në Ferizaj në njoftim për media ka thënë se me vendim të prokurorit kujdestar është iniciuar rast në drejtim të veprës penale vrasja e foshnjës gjatë lindjes. Okej, kjo ishte një prej historieve më tragjike të kësaj jave, ku po dyshuhet se nëna e vrau foshnjën e saj. Ende nuk ka detaje me ditë pse dhe qysh ka ardhur deri këtu. Në fakt, do më thonë... Që është 19 vjeçare, po tjetër... Tash prokuroria do më thonë vetë se ka nisetime, krejt. Do të... Se dhja është edhe momenti, se dhja është e ullët me buna është atë si farë reagimesh, unë e kom një reagim Orbër të njëftimi i qendrës klinike universitare të Kosovës. Do më thonë, kër e kanë qitë, besej që e shfasim e zdo, e kanë qitë njëftimin, do më thonë për me pa dhe të Spitalit Përgjithshëm të Ferizajt. Këtu pastaj i kanë hi, është paraqitur me ankesa për kapslëk, në një moment ka hyrë në tualet duke mbyllur derën. Tash dëgjoj, do më thonë, detajet që kanë të i thonë, është institucioni shtetit kjo. Pas insistimit dhe presionit nga stafi mjekësor, të cilët kishin dëgjuar zërin e një foshnjeje, dera është hapur. Nëna kishte prerë kordonin umbilikal të foshnjës dhe kishte hedhur atë në koshin e mbeturinave në gjendje të rëndë dhe hipotermike. Me njëherë janë ndërmarrë masat emergjente për trajtimin e nënës dhe foshnjës,
të cilat janë transferuar në raportet e ginekologjisë dhe neonatologjisë. Ekipi multidisiplinar me përfshirjen dhe anesteziologut ka filluar me njëherë të gjitha procedurat reanimatore. Nëse, sa po është konstatuar rasti, stafi shëndetësor ka njoftuar organet kompetente të rënëm, foshnja është pranuar në gjendje shumë të rëndë shëndetësore edhe foshnja ka ndëruar jetë pastaj pavarësisht përpjekjeve maksimale për trajtim intensiv. Tash Arbër e kam një farë qërën, nëse që dyshuar atë qenë kanë 19 vjetë, 20 vjetë. Une e kuptoj si me 18 vjetë ose me 16 vjetë e si për ti ki disa përgjithësi edhe penalisht edhe gjithë shka. Megjithatë, spitali nuk ka nevojë me bu një reagim kaq të detajizum, që e bëjke ngjarjen me udok edhe ma absurde, edhe ma sepse nuk dihen detajet. Ti nuk e din as a ka ditë familja e kësaj vajzës, domethënë prej ka vjen, qysh tek. Arbër tani unë po them ka njëherë diku nuk përfolke jo një burr i martuar ma ne kënej, a bëdin gjykohet që kësika. Rezultati i dhunimit mundet me qenë deri gjithë shka mundet me pas, po spitali nuk gëzën, domethënë se je institucion i shtetit, lejabre policisë e prokurorisë çdo farë çështje apëtin. Po shumë morbide, kështu me pas si shkrem edhe pastaj shumë rënë me rujt gjykimin. Se menja me njerë shkon të një krem makabër. Po dhe se ti e të e shpjegu që tu ka prej kordone u gjujmë beturina për çka? Për çka i du ma thonë ti mu krejtë si ta apëtin. Dhe më thonë, a jena në gjendje mas pari mirë s'po di bre që me thonë, a këna mri për një mend qëtë farë pike, ku ti për mu shfajsu, se kjo është shfajsim. Po i organit, demek. Po, demek na i këna bo tënat, se kjo ka thonë për kapslëke, na i këna lanë me shkum banjë, po tani e këna nina foshna. Se di ka shumë sene të pasharume kështu, unë e menoj, nëse ki me bu një qësi shfajsimi, dhe në konferencë për media dhe lena neve gazetarëve edhe me bo pytje. Po, e të bojna pak pytje, sepse... që dijet që janë, është që përgjithësisë edhe penale është shumë e vështirë me ikë në kësi raste edhe institucioni, sepse jenë disa institucione shtetërore edhe qendra para burgimit a zonë, edhe spitali, edhe disa institucione shtetërore ku ti brenda ati institucionit si më nuk uzën mi bo dëma as vetës. Nuk mund është mi bo, sepse jenë dur të e shtetit. Normalisht, pse është skandaloze kur vdes një burgosur, bën vetë vrasje ose diçka e tillë. Qashtu se... është sepse ti llogaritesh në dur të shtetit. Ti duhesh me konë ma sigurt se sa në rrugë. Se sa, do më thonë abdin, je në dur të shtetit. Tash do më thonë përderisa që ndodh në emergjencë, edhe spitali del me një si reagimi, për një me ka njëherë po thonë mos jena arabe, për një me një farë, s'pëdi një farë amuri, krize kështu morale, etike. A vedin, do më thonë, qka bojnë ana, hajde qa ka bo kjo qika, që shku kjo, a vedin... Veç ku shiko fajet, bo. Po, a vedin, na këshyru me gjithë fajtorin, edhe zakonisht Arbër, ja këna njësë fajen me alon qytetarit, viktimës. Do më thonë, shpesh në rasnë, nuk përdu me parazhiku ala, as përdu me hi në qëto farë detaje, do më thonë, përsa ta thash në fillim nuk e dija është e ullë me i diskutu, kështu se i gërdoj falje... Si pas meje edhe pse, si me thonë, fat personal te për i rond i kësaj grua se i fëmis të vdekur, me gjithat ka, se ti e di që i kemi shpesher dilemat e raportimit për raste, a me raportua ju, a me hulumtua ju, sepse është rast shumë personal, po me gjithat si pas meje, ka interes publik që rast me u dit fije për pe si rezultati qkajit spari ka me të shatë zonë gruaja, pse ka orë deri te vendimi për me dytë fëmin, qysh ka mëri me kryo aktin, ka interes publik e që këtë tem për me ndjek edhe do më thonë, unë nuk jom kunder me ndjek si tem, do më thonë gjithësësi, por përgjithë se qëtu du më mbajt edhe institucioni, adin gjdo halk e shtetit që është e përfshirë në rast, duhet me konë me mbajt përgjithse, normalisht. Edhe kena me vazhdu edhe na, do më thonë me mbajt përgjithse me këqyrë me lyp logari, por veç e komentova kështu se di prej institucionit me arë në momentet e para, me arë një si spjegimi, prokuroria nuk jep si detaje. Ke pak e ronë. Po, sepse i mendon disa rrethana tjera edhe gjithë shka tjetër. Por, këtu jetojmë, na ballafaqohemi çdo ditë me krejt këtu, edhe tani kritikojmë na, pse po i thojnë ashtu, kjo është me pasit një media me burime si ta, i këshumë ranë qafë, do më thonë medias. E tash e ka qitë spitali, do më thonë,
mos harroj me cek, është fasja Qendra Klinike Universitare e Kosovës, është e QKUK-s. Për sa ta është më e rëndë krejt kjo. Po, çka me bu? Do më thonë Arbër me sto ballafasohemi çdo ditë. Okej, me hulumtu, okej. Po, shkaku i hulumtimit ton, Arbër, e kom bo edhe një video për një zyrtare të Mintit, po kalojnë atash me një temë tjetër, të Ministrisë Tregtisë e pata hulumtu një farë tenderi, cili u kanë i lidhën, 8 milion shmbrukët, po edhe është lidhë me konflikt interesi. Në komision ka qenë domethënë një zyrtare, e cila nuk e ka lajmëruar prorin ashtu që obligon ligji, kur kanë hime vlerësu kush i ka përmbush mas shumë të kushtet në tender, e kanë shpall kompanin ku kjo ka pas punu më herë. Po, edhe i ka punu edhe burri i saj, domethënë ato, e tenderi ka qenë me vlerë 8 milion euro. Ta ndjekim shkurtimisht çka ka thonë ky gazetari Sandër Maku. Gjithmonë në opinion është diskutu e debatu rreth çka kanë me bu domethënë subjektet politike për nepotizmin, për luftimin e korrupsionit e gjithçka tjetër. Çështo domethënë ju kriju edhe pritshmërit në momentin që vjen lëvizja vetëvendosje në pushtet, çka ka menduar domethënë me njerëz që konstatohet që janë duke hyrë në konflikt interesi ose janë duke mundsu dikujt api kompanive me marrë ndaj tender kundërlehtëshëm pa i respektu ligjin, të i shkel domethënë gjithë ato procedurat ligjore e të tjerë. Çështo të paktën është kriju përshtypja, çështo të paktën kanë fitu vota lëvizja vetëvendosje, edhe çka ndodh tash. Këtu e kemi një vendim, cilin kemi me sqaru tash në detaje, është për një zyrtare të Ministrisë së Tregtisë, pra Mintit, që udhëhiqet tash prej Mimoza Kusarit, ma herët ka qenë në udhëheqjen e Rozeta Hajdarit. Kemi me folë se çysh këtë zyrtare, domethënë për një tender 8 milionësh që ju ka dhënë një grupit operatorëve ekonomik, edhe çysh një zyrtare e Ministrisë së Tregtisë ka qenë në konflikt interesi, domethënë në tetor të vitit të kaluam ka nxjerr vendim Azencia për Parandalimin e Korrupsionit e ka vërtetuar që kjo zyrtare ka konflikt interesi, ka thonë do të mu anuluaj tender. Çështja ka shkuar në gjykatë, gjykata ka vërtetuar vendimin e Azencisë për Parandalimin e Korrupsionit, edhe tash kur ka shkuar në Komisionin Disiplinor të Ministrisë së Tregtisë, pra komision që është formuar brenda ministrisë, kësaj zyrtare i është shqiptuar masa disiplinore pezullim nga pozita me ndalim deri në 50% të pagës bazë deri në një vit. Pra një vit suspendim, 50% e pagës domethënë ka me vazhdu me ju transferu në bankë. Hajde ta tregojmë çka qenë gjithë ngjarja. Para disa kohësh në Gazetën Nacionale kemi raportuar rreth një tenderi me vlerë prej 8 milion eurove, pra rreth 8 milion ka qenë vlera totale, që është dhënë grupit të operatorëve ekonomik në krye me Kema Kompani. Ky tenderi është dhënë Kema Kompanisë nga Kiesa, e cila është agjenci që vepron në kuadër të Ministrisë së Tregtisë. Ne kemi treguar se çysh Azencia për Parandalimin e Korrupsionit ka marrë vendim me anulu këtë tender, pasi që është konstatuar konflikt interesi në komisionin i cili ka vendosur që Kema Kompani i ka kushtet më të favorshme, pra i ka përmbush gjitha kushtet për me fitu këtë tender. Konflikti interesit është konstatuar tek zyrtare e Ministrisë së Tregtisë tek Kiesa, pra Sajide Sadiku ka qenë zyrtare, e cila ka pas konflikt interesi me kompaninë Kema Kompani. Pasi që e njëjta ka qenë e angazhuar me punë në këtë kompani, e gjithashtu aty e ka pas të angazhuar me punë, pra të punësuar edhe bashkëshortin. Tash për me pas të qartë qytetarët, kur një zyrtare i ministrisë ka konflikt interesi në rastet e tilla, për shembull e një operatorin i cili ka aplikuar për tender ose po i plotson kushtet, e ka obligim ligjor me lajmërue prorin edhe me u tërheqë nga komisioni. Por Sajidja nuk e ka bë këtë veprim në këtë rast, por ka vazhdu dhe tenderi ju ka dhënë grupit operatorëve pra në krye me Kema Kompaninë që Sajide Sadiku i ka njoftë. Pra ka punu aty, bashkëshortin e ka pas të punësuar aty, edhe kjo është konstatim i Azencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Tash krejt së fundmi, Ministria e Tregtisë ka dërguar zyrtaren Sajide Sadiku në komision disiplinor, pra është komision që formohet brenda ministrisë për këtë çështje dhe çtohen të gjeturat që po i shihni, janë të gjeturat që janë dëshmuar për zyrtaren në fjalë, e cila dëshmohet se nuk ka vepruar në përputhje me ligjin. Gjithmonë duke u bazuar edhe në të gjeturat e Azencisë për Parandalimin e Korrupsionit, vendim që e ka marrë në tetor të 2025-s. Përkundër krejt kësaj, çka është gjetur domethënë për zyrtaren në fjalë, e cila pra ka pas konflikt interesi me kompaninë fituese të tenderit 8 milion euro, vendimi është ky.
Në punësi civil, zonja Sajide Sadiku i shqiptohet masa disiplinore pezullim nga pozita me ndalim deri në 50% të pagës bazë deri në 1 vit. Obligohet Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hen në fuqi në datën e nënshkrimit 27 prill 2026. Pra, zonja Sajide Sadiku me gjithë konfliktin e interesit, tenderin që ju ka jep kompanisë në fjalë, tashmë është suspenduar e pezulluar prej pozitës së saj. 50% të pagës ka më marrë për 1 vit e pastaj kthehet prap në pozitën e saj sepse vendimi që shto po thot, domethënë jemi tu e lexuar ashtu që e kemi siguru vendimin. Për ndryshe, sipas burimeve tona, tenderi 8 milionësh nuk është anulu ende plotësisht, pra është pezullu prej si ka ardhur Mimoza Kusari në krye të ministrisë, nuk dihet çka ka menduar tutje me to. Ne kemi dërguar pyetje për këtë tender edhe në prokurorinë themelore në Prishtinë e pastaj të njëjtit na kanë referuar, na kanë drejtuar tek prokuroria speciale e Republikës së Kosovës, të cilët edhe pse para disa muajsh i kemi kontaktuar, ja u kemi ripërsëritur pyetjet, ende nuk na i kanë konfirmuar nëse kanë nisur mbledhjen e provave ose kanë autorizuar hetimet prej policisë me mbledh prova rreth këtij tenderi me pas se çka kanë qenë shkeljet. Duke e marrë parasysh pra që ka pas vendim të agjencisë për parandalimin e korrupsionit me anulu këtë tender, Ministria e Tregtisë nuk e pat anulu, e pat kundërshtu vendimin e APK-s në gjykatën themelore në Prishtinë. Shkalla e parë i ka dhënë të drejtë APK-s, pastaj Ministria e Tregtisë prap e ka apeluar në gjykatën e apelit, gjykata e apelit i ka dhënë të drejtë gjykatës themelore. Pra ky tender i dashur ndoshta ligjërisht edhe sipas njerëzve që i kemi konsultuar të fushës së drejtësisë, na kanë thonë që ky vendim i dashur me u anulum qysh moti, njëjtë na ka thonë edhe Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit, ka thonë që pas vendimit të gjykatës së apelit, vendimi veç ka met në fuqi, pra i dashur me u anulu krejt tenderi. Por kjo nuk ka ndodhur. Sipas informacioneve tona, ky tender veç është pezulluar. Se çka ka menduar tutje, do t'ju njoftojmë normalisht. Vazhdoni me na ndjek në Gazetën Nacionale dhe në të gjitha platformat, mundeni me na ndjek rreth këtyre raportimeve që i bëjmë. Okej, domethënë video ke pak a shumë më shumë sharuse për opinionin që na presum shumë. Po kthejmë edhe sa tema, domethënë se ti pret pi partive politike, këta kanë me spastruar ne kënej. Në fund të fundit, domethënë kjo zyrtare shkon në shtëpi suspendim në vit, 50% rrogës e merr për konflikt interesi. Unë shpresoj që më thon nuk është se ke bën nomin ti me këtë historie, nuk është. Unë ajo që ka rëndësinë që si historie, veç të lëse fjalile me cik, ajo që ka rëndësinë që historie është që kur e ke nisë në fillim, ke thonë mos po gaboj dikon, atë tenderi ajo kjo e ke bon histori, e ke bon dytën, e ke bon tretën, dyshime jo, përna i bën për inotit, ti e di që të thërë ke njoni asaj kompanisë, jo, takom, jo, zdi që atë edhe i vje fund historisë, edhe ka konsekuencë. Ta shti, konsekuenca ti ke po shqep më konë ma e madhe. Konsekuenca ti ki qep më konë mja nale atyne e me shku si pas ligjit. Që për qëto punën edhe lufton gazetari, për me shku gjërat si pas ligjit. Mirë po të ke fundit është një farë satisfaksioni, kur ka një konsekuencë, a 50%, a suspendim një vetë, ti e di që e ka në drejtën tonë dhe gjatë hulumtimit tëndë. Normalisht. A që kjo ka shumë rëndësi për qytetarët me di që na gjatë punës dhe e të shumë një hulumtim dhe i në fund, kemi shumë dyshime, kemi akuza prej polve të përfshira, kemi kogdhimbje, nashta edhe mungesë gjumit ka njerë se për jemi në temës. Edhe ka njëherë për me kuptu opinioni, do më thonë, edhe na i kena më dyshe tona ka njëherë mos po ta bojnë atë pa drejta. Për që ta i verifikojnë ka 3-4 herë, ka njëherë do senet ma të rëndësishme kështu që janë. Në fund të fundit qërë, mu nuk më dhem sa ka marrë vendim minti. Mu vjen mirë që e kanë bo një komision disiplinor mas pari, do më thonë edhe e kanë marrë masa. E kesja këtu është që prokuroria themelore edhe specialja, edhe pas këti raportimit që e thash këtu, ma kanë konfirmu që nuk kanë ende hetime rreth këti tenderi. Për ndryshe tenderi është i pezullum, që ta dhe më thonë adin u arrit që këtë pezullimin është aderi me një vendim tjetër gjykatës, që kjo është e mira e krejt kësaj, edhe që kjo dhe më thonë është krejt që këna me botë. Tash, kur jena të haku, që po thomë ka një herë edhe na e menojmë, para 2 emisioneve, para 2 epizodeve, kom raportu për gruan e Rilin Gërvallës, të Ervina Halilin Gërvalla.
e cila ka shku tash si zyrtare e lartë, është punësu, është pranu në bibliotekën kombëtare Pjetër Aurelian Boldani. Grvalla është drejtori i televizionit të RTK-s. Po, edhe kena bën ndërlidhje. Edhe është militant i vetëvendosës. Po, edhe ka qenë pjesë e partisë sekret. Po, tash gruaja e tij e kom bën një raportim çysh është pranu, domethënë një herë ka qenë me një farë komisioni, këshilli prej Ministrisë Kulturës, tash ka kaluar është pranu, domethënë me një zyrtare e lartë në bibliotekën kombëtare. Po, ka qenë konkurs i hapur kështu, kanë konkurruar edhe njerëz tjerë, edhe kom dërguar gjithashtu pyetje tash në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, po edhe në bibliotekën kombëtare, kom dërguar pyetje për me ditë a ka pas konflikt interesi. Domethënë në bazë të ligjit, edhe Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit më ka thonë ndër të tjera, çto po e shfasim përgjigjen e plot, besoj montazha është fos, ndërsa unë çtu pja u lexoj pak disa pjesë, domethënë shumë pak për me ditë, thuhet që në kuadër të ligjit, domethënë që unë ja kam cek, kanë thonë që përcakton parime të drejta detyrimes si dhe kufizime, ndalesa dhe papajtueshmëri për zyrtarët publik, varësisht nga statusi i tyre gjatë funksionimit, gjatë ushtrimit të funksioneve publike. Neni 18 i këtij ligji parasheh kufizimet për zyrtarët e lartë pas përfundimit të funksionit publik. Në këtë kuadër, kufizimi për punësim apo emërim brenda një periudhe 2 vjeçare vlen për pozita udhëheqëse ose menaxhuese, si dhe në rastet kur zyrtari gjatë ushtrimit të funksionit paraprak ka pasur rol të drejtë për drejtë në mbikëqyrjen, kontrollin apo vendimarrjen lidhur me ato pozita ose institucione. Pra çka ka thonë Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit, ka thonë që në këtë rast ka thonë çështo, po çka ka dashur me thonë. Po, çka ka dashur me thonë, se çka sa e lexova sa kanë thonë, çka kanë dashur me thonë është që nuk ka pas konflikt interesi. Sepse s'ka pozitë menaxhuese edhe udhëheqëse. Po, domethënë nuk kanë ndikuar në rekrutim. Normalisht, domethënë nuk ka pas as udhëheqëse as menaxheriale diçka. Kështu sipas meje nuk përfundon historia, do të më pa ako pozitë udhëheqëse ose menaxhuese ç'ka pozitë. Po, sepse e kanë thonë institucionet shvedete që janë ndihmëna il shuka pak. E kanë thonë këta, kanë thonë megjithatë vlerësimi i plotë i një rasti të tillë varet nga rrethonat konkrete, përkatësisht nëse zyrtari ka qenë i përfshirë në çfarëdo forme në procesin e shpalljes, përzgjedhjes apo vendimarrjes për pozitën e fjalë. Në raste të tilla situata mund të trajtohet në kuadër të kufizimit të përcaktuara me ligj. Njëjtë po e shfasim edhe përgjigjen e bibliotekës kombëtare. Megjithatë, jo në pjesën lartë, këtu kur thotë që ka marrë titullin zyrtare lartë për bibliotekat kategorisë funksionale, krijuese, performuese, artit dhe kulturës profesional. Ne shkojmë në pjesën e dytë, ku ne i kom pyet a e keni konsultu Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, edhe këta na i kanë konfirmu, edhe na i kanë cek domethënë pak a shumë çka ka citu OPK-ja në përgjigjen që ja kanë pyetur domon agjencinë. Kështu që ç'kjo është ç'kjo pjesa sapo thojnë ana që duhet më dalë hakësh. Domethënë normalisht nëse një institucion thotë diçka që mirë është që kjo punësim. Po deri tash na nuk kemi fakte të tjera që institucioni po na gënjen. Deri tash mbetet ç'është. Ose që dëshmon të kundërtën, kështu që deri sa ato është në rregull, apo është punësu urime. U zgjedh më e mira, tani ç'të domethënë keni hapësirë për komente si varsana, po deri çdo institucione sapo thonë është ç'kjo. Okej, Oçan Burim Paculli e ka bërë një historie, një halli. Para se me dalë të burimi, më falë, shumë shkurt, shkaku i shtynë e raportimeve sa vëbojna, deri stash ketë se është dënu 90.000 euro prej Ministrisë Rektis. Që të është në njëftim, për mu është shumë pak, mos unë vetë një i knasën, unë kom sef me mëri diçka tjetër kjo, po nejse, sot ishin kanë të mindru edhe mundje sot të ardhur. Po në interesant që të përkallëzion në historiet e banisa jem aty ku banëj, edhe ishin kanë të mindru një sort. Unë e hina natën, kanë teta diçka qështu, edhe të shku në banis të lipti kur i posh këta të mindru një sort, 3-4 vetë. Papa edhe më kam po mu edhe më njëftën 2 për ty, në kënë materi, se ata 2 vjetrit jo, edhe shqajnë të bo, o që tha këj kafi që nga ka thirë diçka u prish këj reve, këj bashkë ma i dio që ke, edhe poshë që pëm nje. Edhe kështë, edhe hajti lasha, vede, se që më bo. Po, ata e në ekipe... Po, da, ekipe, o në kurnjet, aty në djembe që vinë. Po, vështë ta ka dhe i temë njerë, aty në djembe që vinë, kurnjet si që është problem. Këto i mailat e këto na i kena me hyqmet, me kompaninë, me këta si Kur thoni ju së në shtynë me shtet, na... Po, dhe, na që të provoj me shtynë, se jo me... Edhe okej, tash të kom një farë lifti që hinja të mrena,
e tru si këto, po mshele dera, po vanohet pak dhe i të nisët. Po? Edhe në qatë moment, kër mshele dera, kë djali i ri, këta dë, pja bujnë aty, ja, po kushke. Se që ke raportu te, e i na konë emision bashkë, na kanë po, e dhe me kësë bëjkim me folheq, po. Qërë, ma e mira kese edhe unë kërë u posh kështu, kërë u posh kështu adin këta stagnojnë pak, apëdin, si me thonë shokohën pak, si po të shojnë, apëdin. Ja, na fizikisht nuk e kem njetë mjë bëkur. Jo, mre, ta unë e nguca, thash, a ju ka dalë, thash, a fati krejkë, tha, jo, tha, për shamë, tha, Stina, tha, si ka dalë, apëdin, ja nisim ma zbegu, thash, pasha zotin, thash, i kom zerë punë, thash, po mdoke, thash, këtë fa jemë, është. Ja nisëm me kjesë, që shto qëra, ekipe, do më thonë, ta unë puna të rejnë, na nuk jena kur punë me dikën personalisht, apëdin. Jo, na ma shumë kemi punë, pse në regullore u konë gjdo 6 vjetë me undru njësur, a gjdo 8 tash gjdo sobo. 12, ja ka shtu vetë vendosja. Kush e ka bo që ato, e ka bo zërreja, e ka bo vetë vendosja, na me qëto kemi. Po zët, javën tjetër... Na që të regullore me mujtë me ndru, me bo gjdo 6 vjetë, dhe mon mja hekë kjetë si që ato 6 vjetë tjera që s'na i kontrolën njësur, për që ato i me t'interesu. Javën tjetër bese kena me pasë histori tjera, për që kështu se vazhdenim me Qatë janë interesat e mboja, qatë 2 milioni silët, qatë miliona me mujtë, na me mujtë me kopë, për na me mujtë me rujtë, së është i Kosovës. Na po thujna, mos t'ju shtrejtojët qytetarëve, se të më thonë mas një viti zë reja po det, din. Hej, po shkojna me storit e tjera, se të më thonë kena satë shumë storit. Shpejt, qashti, bilet. Po shkojna sa ma shpejt se mu st'i lodhëm edhe këta edhe koha e kubizume. Okej, burimi e ka pas një storje, Arbër, me qa ke, një familje do më thonë... Po, për 5 motrave cilët janë anku që i ka përzon, na i themi njërë, ka nuk e di që shithojna për regionet të Kosovës, e prindit, po, që sështë në atyre, që i ka përzon prej shtëpisë. Se kanë thirë burim pacullin edhe burimi ka full edhe me institucione, ta ndjekim storin. Okej. Teshat e nonës që ka vdekje ka gjujtë rrugve, na as teshat e nonës së më pëmarim. Nuk përgëdzojmë as derën me prek. Prindet nuk e kam gjallë, për momentin aty jeton njerka. Prej shtatëve jam rrugve, sot saba dola shtatë, s'pëdi ku me shku. është e marrë seriozisht gjykata këtë rast? Po, thash po marrë me të. Po, duhet merret edhe ekspertiza saj kur është ndërtuar shtëpia, kush ka kontribuar, në fund që gjykata të merr një vendim meritor. Përshëndetje Burim, të kërkoj ndjes për shqetësimin. Unë jam minoritet, jetoj në Prizren, kam shumë të lashe me pronën time. Ta them për ndryshe është pronë që trashëgojmë nga babi jonë, tu kisha lut në emër të Zotit me më taku ta spjegoj mahallësisht. Kam gjitha drejtat për me jetu në pronë, mirë po gjykata apo shteti nuk po më jep pas një mundësi të tillë. Të kam pas si një njeri me vullnet halal edhe si njeri halal, të lutem në emër të punës që e bën dhe në emër të Zotit personalisht më ndihmo, të lutem mundësisht më kontakto. Unë e di që kemi Zot, se për shtet e konvertitu që s'kemi. Është shumë urgjente, të lutem sikur motër, jam lodh me seanca të kota, kam drejt në atë pronë. Hajde shkojna në Prizren qenka kjo, nuk e kam qartë sakt për çka është puna, mirë po hajde të këshyrëm çfarë halli e ka, çfarë probleme, ndërkohë ngomni, derisa të shkoj, ajunt, rrugës përësisim të babuni. Babun, do me thonë është aplikacioni ku i keni krejt restorantet e mundshme të përfshime ato në Prishtinë, sidomos në Kosovë. Restoranti joti preferum është aty, nëse pritën me dalë, jenë sa hora, 2 minuta, për 15 minuta të vjen të dera shtëpisë ushqimi, edhe posta Easy njerës. Posta Easy është posta ma kredibile në Kosovë. Super customer service edhe super shpejtësi ndërgesa, hajde? Okej, erdhëm Prizren, te lokacioni ku na ka nis sinjalizuesja zonjë. Ju na keni shkru, dhe me thonë, paka shumë unë e kum lexu mesazhin pika trosh, a më nësh me na kallëzu saktësisht që është situata? Po, pa tjetër. Une jam Birgül Palla. Kjo është shtëpia jonë, dhe me thonë prona babës teme. Okej. Prindet nuk e kam gjallë, për momentin aty jeton njerka. Jemi në gjyq prej 2017 për ndarje fizike edhe për trashëgimi. Po, deri tash nuk kanë marrë mosa për të kryer. Pre janarit tek nena kemi të lashe hala ma gjallë, nuk mundëm me i shpi,
as me polisi, as me gjykot. Arsye është nuk kemi, do me thonë, lunë fizike. Edhe që kemi pas lomën e vojzave, na kanë prishur. Keni dhunë fizike po do? Pse nuk kemi lunë fizike, nuk kanë marë mëranda, do me thonë. Do me thonë as të dera nuk po guxojmë mu afruna motrat. Okej. Kjo është, po kjo, a ke jetu ti ma herët këto, do me thonë? Unë 38 vjetë që tu kum jetuar. Edhe kum pas lomën, kum jetu këtu, kum punu. Por tash është problemi, nuk po na lejon as shteti me i shpiton. Na jemi rrugëve, jemi 3 motra. Une jam pa martu, jam në përqiro, edhe psiqikisht prej janarit nuk jam mirë, nuk jam gjende për me punu, për me këqyr vetë vetën. Edhe motrat e tjera janë në përqiro. Këto krejt kemi të regot të gjykot, si ka një, ka një. Do me thonë, ju krejt motrat keni jetu këtu marët? Po, normal, këtu kemi linda, këtu kemi lindur, këtu kemi jetu. E tani që ka ndodhë, qysh keni dalë ju për atyjet? Nuk kemi dalë, motrat kanë shku në Turki studime, për më studiu, pushime këtu kanë arë prapë. Une kum dalë jashtetit për me punu. Du me thonë shpia na nuk e kemi lonë, po ajo ka ndru brova, dyrt, edhe na nuk guxojmë tash me i. Jemi gjendje të rona, s'kemi kushte mo, as avokatin me pagu, as gjykatsin. Jemi gjyq, prej 2017-ës e kemi lonë datë avokati, deklaratat, edhe jem konë të kryetori gjyqit, tonë anë jam komon, nuk po di ku me shku. Cili është reagimi, do me thonë, i personave që jetën? Këtu jetën njerë, ka po thume? Po njerë, ka jeton me 2 fëmijë që ka me babën tem. Reagimi ajo ka investu pak në shtëpi, nuk lejon na me hi shtëpi. Aso bor, do me thonë, s'po guxojmë na me hi, si po afrom të dera, po vjen policia, po na merë deklarat, edhe po na liron. Unë e kisha lut me bo një zgjidhje, ja me ndona që e kemi, qatë pjesë që kanë atakon me liq, jo femnat me lun rrugë, s'po mdo këtë arsyshëm valla. Na jemi rrugë. As trashëgimi nuk vjen me bot 3 herë, jemi këtë të noteri. Kret letrat e kam gati, nuk vjen me qitë në nëshkrim. Se? Pse s'po don me qitë, se po don. Për qëfar në nëshkrimi ajo? Për ndarjen e? Jo, as për trashëgimi nuk vjen, pse po lyp ma shumë se që ta kont. Okej. Edhe nuk qetë në nëshkrim, letrat i kam gati, kret dokumentat. E qka thot? Qka thot, po du unë e gjysën e pronës. E gjysa me liq nuk po takon si cilit njajt, nuk pajtojt me ato ligjit. Që sa vjetë nuk mëni me hi më rana atë? Hera fundit u konë para vitit 3, kanë arë motrat për Turkis, edhe janë konë këtu me fmit e veta. Pre janarit të knena, as ato zgudzojnë më ardhë, se kanë dru brovat. Teshat e nonës që ka vdekje ka gjujtë rrugve, nas teshat e nonës së më pëmarim. Du me thonë, është një gjendje katastrofë. Mo afru policia, po thotë, ju morim burg nëse prek një derë, nëse e thejni shembull, edhe pse s'kemi bo kur, s'po dojmë me bolla ato, po jemi pajtimit me në nda. Ta shti ku jetu te? Me qiro jem të jetu, me qiro, s'po mu edhe qiron me pagu. 2 motra tjera, njona nuk ka burë, është me 2 fëmijë, me qiro, e vogle o martume, me qiro, krejt jemi me qiro. Prej 7-ve jam rrugëve, sot saba, dola 7, s'po di ku me shku. Nuk po guxojmë as derën me prek. Hajde tash bashk me zonjën Birgël të gjykata edhe të këshyrëm qysh është situata, pse ka marrë qatë shumë kohë dhe kur mujna me prit zgjidhjet këti kontesti. Ndërkohë mos harroni derisa të shkojna, operimet e mia në teren po ashtoj mund të ndel ta grup, rrjeti pompave me 21 pika në këtë Kosovën. Okej, jemi me Marcel Lekajn, do me thonë, Birgylli është të nga prit jashtë për shkak se ligjëresht e ka të pamundur me jep prononcim Marceli, na njoftoj tash pa qenë 2 palë të prezente, kështu që unë e kam mundësin me intervistu. Në gjykat lënda ka fillu realisht në 2019 në zyrtarisht është një cu palë padia prej palëve paditse, pra 5 persona, cilat e kam padit njerëkën e tyne, pra bashkëshortën e 2 të babajt e tyne, prona e cilit është e regjistruar, pra në emër të babajt të palëve të paditse është e regjistruar parcela. Kjo është lënda e pare paraqitur në vitin 2019. Palë kërkojnë vërtetimin e pronësisë, se cila pali ka pra pretendimet e saj cilës i takojnë të drejtat e pronësisë, prona e cila është në emër pra thash të babajt të palëve paditse. Për këtë lëndë janë marrë 5 seansa gjyqësore pra gjatë periudhës 2019 deri në periudhën 2021. Pastaj në vitin 2021 palë kanë paraqit një lëndë, një procedurë të re. Të njëjtat palë për të njëjtën çështje kanë proceduar një lëndë të re në gjykat. Në 2021 pastaj kur është pranuar kjo lëndë, është paraqit edhe një lëndë e tretë. Pra palët të njëjtat palë për të njëjtën çështje pronësore për pronën dhe për shtëpinë kanë iniciuar një procedurë të tretë
Në procedurën e tretë, palët kanë kërku ndarjen e trashëgimisë shtëpisë, kanë kërku bartjen e shtëpisë trashëgimin, mirë po gjyqtari që ka trajtu landën e tretë për trashëgimin e shtëpisë nuk ka mujtë me zgjidh çështjen e ka ndërprer sepse palët kanë një mosmarrëveshje rreth pronës. Edhe gjyqtari nuk mundet me bë bartjen e trashëgimisë së shtëpisë pa u zgjidh çështja e dilemës së pronësisë. Sa kohë i merr tash gjykatës me ardhmë me një vendim përfundimtar? Tash në prill ka pas një kërkesë prej palëve për një masë të përkohshme. Masa përkohshme nuk është vendim përfundimtar i gjykatës, pra përmes zgjedhë rastin, po janë disa veprime procedurale që kërkohet me caktu një masë të përkohshme mbrojtëse për ndonjë palë. Gjykata e ka refuzuar realisht sepse nuk ka pas asnjë provë prej palëve bindëse se prona apo shtëpia janë duke u tjetërsu, janë duke u vënë një barë apo janë të ndërmarrë diçka veprime që mund ta pengojnë palën tjetër për me shfrytëzu aty. Landa realisht sfundi gjyqtari pra thash në mars ka fillu përsëri procedurën, tash në 20 maj është saktuar seanca e radhës, ku edhe do të vazhdohet me procedurën, domethënë sipas kërkesës së palëve, edhe do të bëhet edhe me siguri dalja në vendin e ngjarjes, ku do të bëhet edhe një ekspertizë për pronën, parcelën dhe për shtëpinë. Domethënë është e marrë seriozisht gjykata këtë rast. Po, thash po marr me të. Po, do të me theksu thash që në bazë të vendimeve procedurale që i ka marrë gjykata ndër vite për shumë kërkesa të palëve, në bazë vlerësimit vendimeve gjyqtar, pra thash që ka refuzuar masën e përkohshme, kjo më shumë ti për arsyen se për ngasjen katastrale në bazë provave të landës, asnjëna nga palët ndërgjyqëse nuk është pronare e pronës, pra parcela është në emër të një personi tjetër, cilë palët kërkojnë trashëgimin, kurse gjithashtu në bazë shkresave të landës është vërejtë që shtëpia nuk ka një legalizim, pra nuk është e legalizuar si shtëpi si ndërtim, pra duhet merret edhe ekspertiza saj kur është ndërtuar shtëpia, kush ka kontribuar, në fund që gjykata ta merr një vendim meritor, kujt i takon prona, kush ka të drejtën mbi shtëpinë, pronën dhe secila palë cila drejta i takojnë pas trashëgimisë. Me 20 maj është domethënë seanca e radhës, edhe pastaj ekspertiza ka me dalë në terren. Pas seancës pritet që gjykata me ekspertët dhe me palë dalin në terren. Pastaj 30 ditë kohë i vjen ekspertizës për me ardhur me një. Pastaj gjykata ja cakton një afat ekspertit pas daljes në ngjarjes për me bërë një ekspertizë dhe pastaj pas ekspertizës gjykata pra vazhdon me seancat e radhës për deri në marrjen e një vendimi përfundimtar. Thash sipas praktikës, çdo 30 ditë caktohen seanca njëra nga tjetra. Na gjithsesi kena me ardhur me përcjell seancën me 20 maj, ishte ky Marcel Lekaj, udhëheqësi i zyrës për informim dhe komunikim në gjykatën e Prizrenit. Ngomni, na kena me nejt në rrjedha me këtë ngjarje, domethënë kena me bo follow-up storjen e 2, 3, deri në materializim edhe në verdikt final të gjykatës. Unë jam Burim Pacolli, mos harroni, me që ta amërëm gjeni në këtë platforma, të siguroni një follow me ma bo. Okej, kthehemi me një histori tjetër. Ishim më herët e përparim Rama ku e përgëzuam për stoicitetin e tij politik ndaj lëvizjeve të vendosjes dhe ndaj Lomir Abdixhikut, por rruga Ila Skodra është bërë një koshë dhe aty qytetarët po kanë probleme. Ta shohim çfarë kolona ka krijuar ky vendim i përparim Ramës. Pamjet i ka marrë fotografi se na çartë me bumës me përmend. Visar Kadrolli. Visar Kadrolli ka marrë pamjet, kështu në sa ka ndodhur domethënë me si vendimin e ri. Okej, përparim Rama me këtë vendim e ka bërë Lug Ila Skodrën, rrugën Ila Skodra, po Lug po ashtu gjithmonë, për herë dhe për gjithmonë mbetet rruga për Gjilan, cilën unë e rroh çdo javë. Burim Pacolli ka folur me zëvendës ministrin
e infrastrukturës Zef Morina në lidhje me autostradën e Gjilanit. Ne ka vonë një afat. Jopin afat e këta. Po, ta ndjekim. Zoti Zëvendës Ministër, masi të kam këto, s'po më i pat pyet, po ashtu me shfrytzu rastin sa më shumë, për autostradën e Gjilanit. Do me thonë, qysh është situata atje, sa po punohet edhe sa jeni brenda programit, do me thonë, të punës në atë pjesë? Autostrada, ne kemi qenë bashkë me ministrin, kemi qenë me operatorët ekonomik, me menaxherët, e kemi vizitu komplet atë pjesë. Me të vërtetë është një projekt shumë i madh, projekt i cili do me thonë, ka kostot madhe, po ka edhe volum të punëve shumë të mëdha. Disa lote janë afër me u përfundu, por 3 lote janë ende shumë larg. Pse janë larg? Janë larg për shkak se kanë dalë shumë punë të pa parashikuara, ka pas rëshqitje të skarpateve, gjë që shkakton probleme shumë mëdha. Kompanisë, një skarpate cila është 30 metra lartë, me u paraqit qoftë rëshqitje, qoftë shembje, qoftë forma tjera, është domethënë shton shumë punë. Ne jemi duke shequ me ministrin edhe gjithë na së bashku do ta bëjmë një zgjidhje e cila duhet të jetë zgjidhje që vitin ardhshëm ajo rrugë me u kry. Do me thonë, deri vitin e ardhshëm pretendoni me materializu komplet, edhe me ulçu autostradën. Po. Ka me na pështu për qatë rrugë, se për një me... Ajo është një rrugë shumë e rëndësishme, shumë e frekuentueshme, edhe rrugë e cila kishte me lidh komplet atë pjesë me qendrën edhe me Prishtinën. Paka shumë cilin muj vitin ardhshëm? Pa tash muj nuk e dim, na jemi duke bo një analizë punëve të kryera, punëve që kanë mbet, një që më shequ me bo një plan 3 dinamik, kur mundemi me përfundu. Gjatë vitit 2027, unë e shpresoj që do të kryet. Amo jeni të e marrë, do me thonë, vazhdimisht, që ato e keni një prej projekteve kryesore. Kryesor, ashtu është të vërtet. Na parashofim që vitin që vjen, me fillu edhe autostradën e Dugagjinit, sepse projekti është pregadit, projekti zbatus, kem pak probleme me disa vende për shpronësim, por qëndrimi edhe i kryeministrit, edhe i ministrit, edhe i jorin përgjithësi është që autostrada e Dugagjinit me fillu vitin ardhshëm edhe brenda mandatit me u kry. Por duke i kry këto, të cilat janë nisë shumë herët, si rruga Dolcit, Dolzjako, si rruga Gjelanit, si rruga Tetovës, e cila ka gjithashtu problemet mëdha, sidomos me shpronësime dhe me rrëshqitje të dhëut. Okej, për pas që sa në apëm dogot të i pas të kolonat e krejtë këtu, burimi ka vendos një eksperiencë të rej me ndjek. Fillimisht ka shku e ka bleni motor. I ka njësi prapë. Po, tani e ka morë leje. Se zakonisht njëri shkon e merr lejen e tani interesohet për motor, kjo e ka ble motorin, e ka shku të shtëpia, e ka thonë nuk e voziti pa leje, ka shku tash e ka regjistru lejen, stora është pak fani, po normalisht... Shku bërim kurs ka më mësu migrov, mojnë men. Ja, unë e besoj si po. Ja më çfarë. Okej, ta ndjekim edhe e vlerësojmë vetë qytetarë, sidomos ju që keni lejet motorit. Mirë, me dhejtë të mësova. Kjo është ora jam e parë, do me thonë, në autoshkollë për lejet motorit. Kthe edhe një. Bravo. Shumë shpejt t'ja mërdorën. Për një me? Se besova që ka shpejt. Është mirë mas shtyne lafe mërzuën e qëta shti. Që kjo është ora e parë që pëmojnë autoshkollë për lejet motorit. Bashk me Getin, getarin nga autoshkolla Viola. Get, paraprakisht do na me të njoftu që kur nuk kom hyp motor, as për mas nuk kom hyp. Nëherë me kop, dhe i kom për qafe kështu. Qa kena me bo kalzëm për orë të parë? Për që s'ke vëzit kur, as nuk e hyp kur s'ka lidhje, nuk e i pare. Ka edhe plot të tjerë që vinë marrin lejen edhe që nuk ka kur me vëzit. Sot masi është ora e parë, është mirë më ju tregu që ti ke apliku për kategorinë A të plot, edhe A-ja plot është që i përfshin krejt motorat. Për e mujtë me marrë këtë leje do të më pasë pak për 24 vjet. Që nuk ke eksperiencë me vëzit, nuk ka problem. Qa na duhet neve është për me shku deri te çka motori çto na duhet u bogati me këta motora të tjerë. A kjo është kategoria më e rëndë, kjo është fundit domethënë. Kjo është motori më i madh, është me shpejtësi manual. Sa i mirë Po, edhe dohet na vyn pak kohë me ushtru për me dalë. Mri deri te kjo. Kur të vina çto e di që diçka mirë jam të bo, domethënë. Po. Na pjanisëm veç pak do ushtrimet vogla mi po me që të anishëm veç sa me porti ndjenjën e vozitjes në motor. Kjo është skuteri
edhe që kime boti janë disa sene që duhesh me ditë. Hajde. I ka shumë funksionet njëta sikur me kerr, me drita, me sinjale, me këto, po dallon shumë pikirët. Për me dhes skuterin, se ti e di që s'ka ras njerë me vozit, që ta kime shtyp qiknej, edhe kime si me shti kjerë kontakt. Kime silë qëto anë. Stash kjerët është motori në kontakt. Qishto? Edhe një hevish pak, edhe një ashtu e qashtu. Okej, tashti. Kime majt frenin bërëm, e majt, edhe kime majt që të pullën dhe një sa të dhezën motore. A mu ullë? Po ullë dhe është. Majt që të pullën qëto. Qëre, do me thonë frenin e majt? Mirë shumë, super. Okej. Masi që kërë skuter, që ta me bo mi dhonë gaz stash të njësët motori me njerë. S'ka nevoj as me shtirë shpejtësia, s'kur gjë, këtë direkt, si ti jep shgaz njësët. Automatik është? Automatikisht njësët. Që kina me boj stash ti, motori është në kom të veta të nej. Ti do është me zbrit për komve të veta. Shtyje njerë motorin. Qashtë? Okej, mirë është. Mirë, me dhejtë mësova. Që kime boti, për momentin, është veç kemi dhonë gaz edhe kime lëshu. Kemi lëshu deri sa t'jen t'y nkry mirë që ti që ta, pa e nalë që ta nuk bën kërqysh. Jepi pak gaz bërëm. Heke gazi, shtypi frenat. Hajde prapë vazhdo qashtë. Heke gazi bërëm, shtypi frenat. Hajde jepi gaz edhe pak. Hajde gaz edhe pak. Hajde gaz halo. Jepi gaz edhe pak. Ora e parë e burimit, mirë ka shka. Që kjo është ora jam e parë, do me thonë, në autoshkollë për lejet motorit. Hajde jepi gaz bërëm. Hajde jepi gaz halo. Jepi gaz. Hajde këtheo. Mirë është. Hajde vazhdo bërëm. Shko pak me kom të shty motorin për mas. E zgjanon rrugën që ne edhe nisësh prapa ne. Mirë bërëm. Nisë vish pak drejt edhe tani këthejesh. E qartë. Shtypi frej. Hajtë, vazhë, bravo. Ja nisi u shliru burime. Vjedhon gaz bërë shumë. Bravo bërëm. Mirë u këtheva. Perfekt. Që kjo është eksperienca jam e parë najherë me një motor. Do me thonë, është ora e parë, janë minutat e parë. Një ore që po e mbaj në autoshkollë për lejet motorit. Definitivisht po e vrejt që është diçka cilën e mësën normalisht si gjithçka tjetër me kalimin e kohës, me nëzim po pres me u bo profi. Ta kime boti, është po pres me hy mes shtyne konave, zigzag sa të mund është. Nëse diçka, mos rreziko edhe me shkel konin në shumë i letë kur gjë nuk bën, veç mundohu, me janis me marrë dorën ka pak me u këthy. Mos mi ke lonë gusht pak. Pak gusht i kom lonë, po hajdi se besoj që s'kemi pas problem. Heke gazin. Nalu, bërëm, nëse vëmë, Mirë, një dy bona. Hajde qashtu. Këthej tash anë tjetër. Mos u mëno me marrë shumë hark. Qashtu, pak më ngusht. Super. Këthej edhe një. Bravo. Të parë një, dytën i boni krejt. Hajde edhe pak gaz bërëm, qashtu, ose në le qash ka dole. Bravo bërëm. Qa kena me bot tash get? Tash kena mjanis me po ushtrimet e poligonit. Ushtrimet që duhet me i bo pa tjetër krejt mirë për me mujt me kalu dhe me marrë lejen. Nëse një prej qëtyne ushtrimeve te e bëni gabem, dështëm për provimit edhe lejen nuk mirë. Pjanisim prej ushtrimit parë, ku është ushtrimi maj thjesht. Qa kime boti është veç kime shty motorin, kime dalë pjanës tjetër, motorin është i fikën edhe fikën kime lonë, se nëse edhe nuk bën asnjëherë me shty motorin kur është i dhezën. Pse qa më të ndodhë? Nëse ti e lenë motorin dhez, edhe thuaj që pe shty pak.
Nëse të vjen ty me këtë timoni që krejma, i tasë qëre që është tik dora e djathtë. Po. Edhe ty mëret me të shku dora në gaz edhe më në shmëris me bashkë me motor edhe më E qartë. Për që ata, na e lëna motorin fikën, edhe ti kime shtyne për që të vijen e verdh, mundoho me shty të e përcjell me rrota e parë që të vijen e verdh. Okej. Në për vija? Aha, rrota e parë duhet me njek vijen e verdh. Mirë është bërë. Tash ti përbojmë ushtrimin e dytë, ku ushtrimi i dytë është kimë shku drejt në për qëtë vijen, edhe kimë nalë me si cëllën kom që e kitë vizatume në tokë. Kimë nalë me kom djathtë, kimë shku me qitë 2 kom motor, kimë nalë me komën e majtë, kimë nalë me djathtën, edhe kimë nalë me 2 kom të tjerë. Okej, e qartë. Do me thonë, mi jep gaz, deri këto që të mu nalë me qitë komën. A me qitë mesa në fund? Që s'ka lidhje, më rëndësi koma me ta prek që të vijen qëtë. Koma e majtë nuk gëzë me të prek në anën tjetër. Tani kimu nis, prap 2 kom motor, edhe kimu nalë vish me të majten, prap tani me djathtën edhe kimu nalë me Sa i përket vështirësisë, cila është ma e vështira qëto? Ushtrimet që i vjen mas vështiri kandidatëve është ushtrimi 2 që qëta shtjena të shpjegu, edhe ushtrimi nëmër 4 është pak ma i vështirë. Tira të janë leta. A pja marrë dorën let? Shumë shpejti t'ja marrë dorën. Për nime? Se besova që ka shpejt. Për nime? Ekstremizi e t'ja marrë dorën, bravo. është mirë mas shtyne lafe mërzuën e qëta shti. Me më romë sysh me një herë, do me thonë. Heke gazin, shtypi frenat, mirë është. Si ja huqa pak po? Ska lidhe, hera e parë është, ka da doli ja morim dorën. Po. A shkojmë prap? Tashti vazhdo prap më në me nalë me komën tjetër. Okej. Hajde po provojna që shtë deri sa t'ja morim dorën, vazhdo. Nalë bërëm, pish me djathtën, okej. Edhe ta shtë në fund me 2 ata? Edhe këmë me 2 fond, po. Okej. Po. Heke gazën. Shtu. Mirë, njerë mërzu, po bëjka. Tash? Bërëm qëta e kim atletën. Po? Kime shku drejt, rota nuk gëzë me dalë për vijës, motori nuk gëzë me deviju prej vijës plot. Zgëzoj me dalë për vijës dverë? Jo, nuk gëzë me dalë për vijës. Okej, hajde. Heke gazin nalë. Okej. Gjëm, do të më nalë fund vijës. Apo ha? Po, do të më nalë fund vijës, s'ka lidhje. E është rënë edhe këta. Tash ti kime hit e 4 shek, kime po numërin 8, në basë numërit 8 kime po ushtrimet. Mrena rrethit, kime po lëvizjen në formën e numërit 8. Shëbonet e maherët. Që shëbonet e maherët. Që ato e ndrën rrethin, bravo. Shumë mirë për e. Vazhdo. Qëta është e bone gabim se doli prej rrethi, po kejtë të ushtrime i bojna prap deri sa të perfekcionat. Qika që patëm për orën e parë geta? Po, sot ke ora e parë, nuk po duke dhe me të mundu ma shumë. Për orën e parë jam ti për i knashën, se shumë shpejt ja ke marrë dorën. Ako ma ketë se unë, do me thonë. Po, shumë ma ketë se ti. Po, ti e dërmat mirët, ja ke marrë dorën shumë shpejt. Nuk besova që ka shpejt se ty është tjera e parë që si motor. Edhe sot pelojna veç me skuter, edhe pak sa të perfekcionin a skuterin, kena me hypë të motori madhë, ku është motori me shpejtësi, atu ka ma shumë puna, ato është pak ma mundim. Por sot je shumë mirë bërëm, kena marrë prap orë të tjera me vazhdu, edhe deri sot jam merr dorën se e pe edhe vetë që ka shumë ushtrime, ka shumë sene që du të më mësu edhe është punë ushtrimeve. Njerëz, ngani, nëse dëni, kallëzomni në komente nëse dëni me vazhduan me bo për se cilën orë ka një video, nëse keni interesim me po qika që ke ora e parë për mu, do me thonë hera e parë ne herë njët që hypa në motor. Po me nej kur u ka një efekt jëm hyp në ashta, po kur nuk kom vëzit motor, qika që? Okej, mesazhi është i qartë, po besoj doni me kuptu që nuk bën pa leje me vozit. Motorin. Kena me janis me trajtu edhe tema tjera, do më thonë për çdo lejet që pja merr policia i mëtën. Do më thonë, jem të e hulumtu si temë, mos menën e syrë në haru. Tjetër, shikus që në të ndjek emisionin, kush dhe që keni përvoja, që policia po ja u marrin lejen, edhe po mnet një kohë gjatë pa leje, edhe që ju pretendoni që është e pa drejt, shkruni të Oqean Dermoku ose të Onor Ramadani, në emisionin tjetër kemi me trajtu kështu
fije për shaq që thuj, me ligj, kemi me pyet policinë, me gjykatën, me krejt kemi miron fije kësaj pune se shumë qytetar po ankuhen. Normalisht, edhe kena me ftu mundësisht edhe na avokat çtu më na fol sepse kanë ndrru do fal ligje me sa po është deri më tash, po e trajtojnë amazërsisht. Po na shkruani. Qështu, sa ki story të tjera të Rioles po Riola Socaj, gazetarja jone cila i përcjell gjykatat këtë javë ka pas begi punë gjykat. Fillimisht ka qenë në seancën ku RTK-ja akuzohet për lajmin e rrem ndaj Gazetës Nacionale, ku me një lajm duke e marrë në Slobodna Bosne e ka shfaqën se Gazeta Nacionale paguhet prej Serbisë. Shkrim Lind Gërvalla, shkrim militanti vetëvendosjes. Ç'ky është ai? Ç'ky është ai? Edhe çan është interesant tash ti ftojmë me ndjek shikues pomin prej gjykatës, po është interesant një moment aty në gjykatë kur ajo përfaqësuesja ligjore e RTK-s tash thot na kemi pyet zotëri Berat Buzholin lidhje me artikullin. Tash gjykata i thot me cilën datë e ke pyet, ky i thot me datë 23. Me cilën datë u shfaq lojmi qendrore lojmi me datë 22. Prandaj. Domthon njëherë kanë shfaqur ato tani e kanë pyet Beratin. Ta ndjekim storyen e Riola Socajt. Gazeta Nacionale dhe Radio Televizioni i Kosovës janë përballur në gjykat. Krejt kjo pasi që RTK-ja kishte publikuar lajm të rrem dhe me shpifje ndaj Nacionales, me akuza për financim nga Serbia. RTK-ja kishte marrë lajmin nga Slobodna Bosna, medium i njohur për lajme të rreme dhe pa asnjë burim zyrtar. Nga përmbajtja e padisë, po dhe provat materiale, është i pa diskutueshëm fakti se e paditura Radio Televizioni i Kosovës, si institucion publik, ka publikuar lajmin e rrem, duke u mbështetur, por pa i vlerësuar fare faktet, pa bërë ndonjë balancim të përmbajtjes së shkrimit të një mediumi në shqip Bosna e Lirë, në gjuhën origjinale Slobodna Bosna, ku dy mediume të Republikës së Kosovës, mediume private, një nga ato Padicja, ndaj se cilës ky shkrim shpif në formë të paskrupull dhe që, si pas provave materiale, gjë të cilat nuk janë kontestuar as me përgjigjen e Padi, se Këshilli i Pavarur i Mediave, fillimisht, në mbledhje publike dhe pastaj me vendim, kishte konstatuar se RTK-ni shkeli kodin etikës kur transmetoi artikullin e Slobodna Bosna, ashtu që ndër të tjerash, ky Këshill obligoi të paditurën që Padicës Nacionale t'i ofroi hapësirën për reagim të njëjtë në lajmet qendrore, ashtu siç kishte nxjerrë shkrimi i shpifës. Në raport me përgjigjen e Padi, dua të theksoj se pretendimet e paditurës mund të përmbledhen në 3 pika. E paditura pretendon se nuk ka legitimitet real pasiv, duke qenë se ajo nuk është autore e shkrimit. Çështja e dytë, në përgjigjen e Padi, pretendohet që kjo gjykatë bindet se e paditura ka vepruar me diligjencë në standarde etike dhe ndër të tjerash pretendon ta bindë gjykatën edhe për kredibilitetin e mediumit në Bosnë. Dhe çështja e tretë, pretendimi i paditurës ka të bëjë me hapësirën për demant, se publikimi i një shkrimi të një mediumi tjetër, pa i verifikuar faktet, përbën shkelje të linit dhe të koment. E paditura e ka citu një medium i cili është i njohur sipas fact checker, kontrolluesit të fakteve, dhe se shifrat që dalin të këtij mediumi për shpifje janë të frikshme. Ndër vite janë qindra shkrime të pavërteta. Dhe tani e paditura del kundër të vërtetës faktike kur pretendon që ta mbrojë dhe kredibilitetin e burimit, e që është mediumi Slobodna Bosna në Bosnë. Një medium publik, siç është e paditura, s'ka se si të mos ketë parë që për shpifje të këtij mediumi në Bosnë ka pas një deklarim edhe të zyrës së prokurorit shtetit të Bosnës së Hercegovinës. Që në vitin 2014, ku zyra e prokurorit atje ka pas reagim publik për shkrimet të pavërteta të këtij mediumi. Ndodh se nuk janë përmendur ëndrat, RTK ka vepruar me mirëbesim profesional dhe me përgjegjësi editoriale, duke marrë hapat konkret, me që rast në datën 23/07/2024, në edicionin qendror të lajmeve, janë publikuar reagimet edhe reagimin e zotit Berat Buzhala. Gjithashtu, gazetarja e RTK-s i është drejtuar përmes email-it
zotit Buzhala, me kërkesë për koment lidhur me pretendimet e mediumit bosnjak Slobodna Bosna. Para apo pas publikimit? Pas reagimit, pas publikimit nga lajmi qendrore, i cili nuk ka përmendur emra, mirë po ka pas reagime, i njëjti ka reaguar dhe ka marrë mandi. Domthon kërkesa për koment i drejtu përfaqësuesit ligjor të paditësit pas publikimit të lajmit datës 27. Po, megjithëse nuk është përmend emri i tij, po ka pas reagim drejtina edhe Vazhdo aty. Okej, RTK-ja bile me sa mora vesh, RTK-ja tashti edhe krye redaktor të webit e ka bënë një militant të vetëvendosës i cili përveç tjerash në profilin e tij në Facebook kish foq edhe kish bo share, domethënë. Po bëj share edhe postimet e Lule Xheli, ti e di që Lule Xheli është një profil fals i vetëvendosës për cilin e kemi raportuar, kemi fituar çmime më tash. E ky militanti, ky shok i Erlend Gërvallës, po bëj share këto dhe me çka po thotë ky. Domethënë që si niveli që shpasim çto domethënë nëse veç janë po i kemi edhe me foto publike. Domethënë para notash ky është kryeredaktor në web në RTK. Çfarë çatu ndodh aty në RTK domethënë është tmerr. Po shoqër zotin RTK-n se këtyr kërkosh edhe varja. Po. Shkojmë me historien tjetër. Eriola është duke ndjek hap pas hapi edhe konfliktin ndërmjet copave dhe sekiragjve, të cilët po përballen në gjykatë. Ta ndjekim historien. Këtu letra është e nena, që një mësërmu për 11 vetëve me e nena plët, që e nena të kujkoha të shumicën. Ka dosh mu brigun nga jeta Sali Sekiraçe dhe djali imi i dërshëp piksë, na këta akuze shduk djalin krejë. Në gjykatën themelore të Prishtinës ka nisur procesi gjyqësor ndaj copave të Sekiraçve. E hap seancën e shqyrtimit fillestar në çështjen penale ndaj të pandehove Korap Goshi, Valdrina Demi, Dardan Marevci dhe Erd Marevci për shkak të veprës penale në bashkëhyrje dhe me personat e nën vrasje në tentativë të pandehurve Robert Lumnica, Sali Sekiraçe, Fatos Abazi dhe Endrik Llapashtica për shkak të veprës penale në bashkëhyrje vrasje rënd të pandehut Vesel Bunjaku për shkak të veprës penale manipulim me provë të pandehurve Korap Goshi, Valdrina Demi, Dardan Marevci, Erd Marevci, Robert Lumnica, Sali Sekiraçe, Fatos Abazi, Endrik Llapashtica dhe Vesel Bunjaku edhe për shkak të veprës penale secili veç mbajtje në pronësi në kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Pas konstatimit se akta akuza konsiderohet e lexuar, gjyqtarja i dha fjalën të akuzuarit Sali Sekiraçe, i cili kërkoi disa sqarime shtesë lidhur me përmbajtjen e saj. E keni kuptu, a keni nevojë për sqarime shtesë? Kam nevojë të marrë dhe për atë akuzë prokurorit. Çka keni nevojë? Çka nuk e kuptoni? A kuptoni për çka? Gjykatës prokurorit 18 muaj ma bjen që unë sulmona më privu nga jeta, unë edhe djali jam i mitur, kur djali ndem i mitur në këtë akuzë je krejt. Se kuptoj këtë 18 muaj që ku leta, unë prokuror. E ti për çka akuzoni? Personalisht jo. Kjo është për vërejtjet eventuale lidhur me atë. Kuptoj, po vërejtja është që gjykata prokurori 18 muaj ma ka hek djalin këtë bëja këtë akuzë, djalin e mitur të më ndryshor. Në rregull, Sali, u lë? Një edhe të, gjykatëse. Hajde. Këtu letra është e nena, që një mësërmu për 11 vetëve me e nena plët, që e nena të kujkoha të shumicën. Sali. Që një mësërmu për ty në. Shumicën i ka këtë në sotë. Sali, në gjo. Kjo është pjesa... E kalon e nena plët si ka zbulu e nena, që ku jenë e nena. Në rregull, kjo keni të drejtë dhe parashtoni kërkesë këto vrejtje të ata... Kërës ma ka hek djalin e mitur 12 vetë për këtë akuzë. 18 muaj më shkruan që është privuar nga jeta, ka dosh mu privu nga jeta Sali Sekiraçe dhe djali i mitur shëp piksë, na këtë akuzë shduk djalin krejt. Prokurori shteti deklaron? Gjithë këtë rrjedhën I çon mikrofonin prokuror? Gjithë rrjedhën e këtë akuzës e ka të sqaruar në akt akuzë, po ashtu është njoftuar edhe gjatë marrjes në pyetje edhe për personat e nën, edhe kemi sqaruar mjaft mirë. Edhe për djalin e tij. Objekti i kryes së veprës penale ka qenë Sali Sekiraçe, por jo edhe djali i tij.
Në seancë, palët paraqetën qëndrimet e tyre fillestare. Të gjithë të akuzuarit në këtë rast u deklaruan të pafajshëm për veprat penale që u vihen në barë. Këto një nga një të pandehurit që në deklaruan lidhur me pranimin e fajësisë, korrekt? Lidhur me veprat penale që u vihen në barë? Unë? Deklaruan i fajshëm apo i pafajshëm? I pafajshëm. I pafajshëm. Vatri? Pafajshëm. I pafajshëm. Robert Urnica? E pranoj fajsin, për armot e paleje edhe e pranoj veprimet e mjë. E pranoj fajsin për veprën penale, armot e paleje, si dhe i pranoj veprimet e mia. Pikën një të akuzës për mosje të ronë se pranoj. Ndërsa nuk e pranoj fajsin për veprën penale vrasje e rënd. Sa Lise Giraçi. Po gjyqose e pranoj fajsin për amboje, tjetrën nuk e pranoj. Do të thonë një, si Roberti për vrasje nuk e pranoj fajsin në rregull. Për vrasje jam me pafajshëm. Fatos Abazi. Lidhur me veprat penale që u vihen në barë. Për vrasje jam i pafajshëm, në qështore e pranoj ambojt e pranejeshëm. Ernst Marivci. I pafajshëm. I pafajshëm. Vesel Bunjaku. I pafajshëm. Një storje po ashtu interesante cilën e ka ndjek seancë pas seancë gazetori Ariol Lacoca ka qenë kur policia ka shkel për vdekjen një qytetare, tash seancat për këtë policin po mbajnë në gjykatën e apelit, ishte seancë emocionuese kur i njëjti tha se dënimin tashmë e ka marrë, si më thonë prej Zotit për ngjarjen që i ka ndodhur, ta ndjekim seancën. Çdo dënim që hapet problem nuk ka rëndësi. Sot në dënimin jetësor ja kam bërë vetes. Unë jam i vdekur nga brenda, por i gjallësh. Nga ajo ditë. I kërkojmë falje deri në fund të jetës familjes Gjevukaj. Argjend Kastrati, polici i cili kishte shkaktuar aksidentin ku kishte mbetur i vdekur zona Gjevukaj, ka dalë sot para gjykatës së apelit. Kastrati ishte dënuar nga gjykata themelore 5 me 4 vite burgim, ndërsa rreth këtij vendimi janë ankuar palët, ku pala e dëmtuar në këtë rast ka kërkuar dënim më të ashpër, ndërsa pala e të akuzuarit ka kërkuar zbutje të dënimit. Gjykata themelore 5 ka nxjerrë gjykim në cilin të akuzuarin Argjend Kastrati e ka shpall fajtor për shkak veprës penale rrezikimi trafikut publik dhe i ka shqiptuar dënimin me burgim kozgjatje prej 4 vjetëve, kundër këtij gjykimi ankesë ka paraqitur përfaqësuesi me autorizim i palës së dëmtuar Elena Gjevukaj, avokati këtu prezent Midran Neziraj, për shkak të vendimit mbi dënimin dhe i njëjti ka propozuar që gjykimi i shkallës parë të ndryshohet dhe ndaj të akuzuarit të shqiptohet dënim më i lartë se sa dënimi shqiptuar nga ana gjykatës shkallës parë. Ankesë gjithashtu ka parashtruar mbrojtësia të akuzuarit, avokatja këtu prezente Majlinda Sadika Gjemnica, për shkak të gjitha bazave ankimore dhe e njëjta ka propozuar që gjykimi i shkallës parë të ndryshohet. Gjykata i ka mbi vlerësuar rrethana lehtësuese duke konsideruar pranimin e fajësisë si rrethana duke dhënë peshë vendimtare edhe njëkohësisht të relativizu pasojat tragjike të ngjarjes. Gjykata ka trajtuar se rrethana lehtësuese kërkim falje nga ana e dëmtuarit. Edhe në seancën shqyrtim fillestar, edhe sot i bëjmë të gjykatës se kërkim falja nuk është pranuar asnjëherë nga pala e dëmtuar, si pasojë e mos vetë përmbajtjes së treguar nga pala e dëmtuar, nga pala e pandehur dhe familja e tij. Gjyqtarët e nderuar, te kalimi i shpejtësisë edhe mos respektimi i vendkalimit përkëmbësor përbëjnë disa nga shkeljet më të shpeshta në rregullave trafikut me pasoja fatale. Vetëm pak ditë më parë, vetëm 3 ditë më parë është shënuar një vjetor i vdekjes e zona Gjevukaj, që është pasojë ekskluzivisht e veprimeve inkriminuese të pandehurit. Së pari vazhdoi ngushtimet e familjes?
për rastin që ka ndodhur, me të vërtetë është një rast i rëndë, por dua të elaboroj me lejen e juaj dënimin për 4 viteve burg efektiv, i cili dënim është i lartë dhe nuk përkon me qëllimin e sanksionit penal dhe rrethonat specifike të këtij rasti. Pranimi i fajësisë, mbrojtja im ka pranuar fajësinë në fazën fillestare. Ky nuk është vetëm një akt procedural, por shprehje e pendimit të thellë dhe respektit për organet e drejtësisë. I akuzuari nuk ka ikë nga vendi i ngjarjes, por ka vepruar në urgjencë në gjendje të tij emocionale, psiqike dhe tronditse, duke e çuar viktimën në spital. Kjo dëshmon se pasoja nuk ka qenë asesi e dëshiruar dhe se ai ka bërë çdo gjë njerëzore për ta pamundsuar vdekjen. Gjykata ka vlerësuar si rrethon rënduese faktin si akuzuar i rezultar policor. Ne vlerësojmë se kjo përbën një gjykim të dyfisht. Statusi i tij polic nuk ka lidhje direkte me elementet e veprës penale, rrezikim i trafikit publik, e cili vepër është nga pakujdesia. Atëherë me përgjegjësi dhe me respekt më të madh që e kam si vetë si dhe familja ime, i kërkojmë falje deri në fund të jetës familjes Gjevukaj. Të i shprehim kushtrime me të sinqerta dhe lutsim Zotin ditën natë që këta gjejnë qetësi dhe t'i ndihmoj Zoti ta kalojnë këtë dhimbje të madhe. Unë asnjëherë nuk kam pasur qëllim apo ndonjë gjë tjetër që t'ja marr jetën dikujt. Derisa me ato mundësitë e mia jam mundu që ta marr viktimën jetë, se jam në vend ngjarje, nuk kam ikë ka vend ngjarjes, jam me mbipin e parë, kam dërguar policin, spitalin, gjitha, dhe kam dërguar viktimën vetë në spital. Ku gjatë gjithë kohës ja kam marrë ndihmë. Unë çdo dënim që hapet, për mua nuk ka rëndësi. Se në dënimin jetësor ja kam marrë vetes. Unë jam i vdekur nga brenda, por i gjallë dhe është, nga ajo ditë. Okej, qëto kënë krejt storjet edhe qëto lafet, asë kam e thonë diskutimet që i kemi bo për këtë epizod. Neve vazhdojnë me na shkrujt propozime, kritika, çka do që ju mendoni, që është mirë me qenë pjesë e emisionit, musafir, propozoni lirisht, shkruanani, nështë e nisu me bo edhe do më thonë javore, kështu pak me qitë me mani mendim edhe qytetarëve, të shikuzve, edhe shkruanani lirisht në për Facebook. Po për javën tjetër, ajo që është ma kryesorja, për qytetarët e kemi qëtë të punën e lejeve, cilat po i merë policia për kohë gjatë edhe që nuk po ja u drejton ankesat. Për shembull, me një rast që ma të regoj e qoni për fund të po e të regoj, ma të regoj që është një prind i cili ka fëmijën e smut edhe i cili pretendon që ja kanë marrë lejen pa drejt apo... E ka fëmijën e smut, e ka babën në invalid edhe gruaja e tij nuk ka leje qarkullimi. I njëjti gjatë gjithë kohës është në lëvizje, pasi që fëmija ti vun për një sëmundje pak më të rëndë dhe duhet trajtim brenda ditës disa angazhime. Tash policia ja kanë marrë lejen dhe nuk pja trajton ankesën. Ja kanë marrë lejen edhe ky i ka çu gjitha dokumentet. Domethënë që i ka tregu që unë nuk muj me funksionu ndryshe, edhe i ka lutë me çu rastin në gjykatë, që me trajtu në gjykatë, edhe prap se prap ju ka marrë disa muj edhe ka lanë tepër keq, ai qytetari ke tepër i zhgënjym, ai më thashë. Se me sa po kuptojnë, ankesa është që nuk po trajtohen, apo? Po, tash ky thëjke që polici në vendin e ngjarjes nuk dën me ni. Për çka e ki kopë si telefon ose në diçka. Po, më tani pas asaj, tash në herën e parë kur ja kanë marrë telefonin, qytetari po se dënë me video e krejt, besoj që javën tjetër i shpasim, që kjo as nuk e ka pas telefonin dorë. Në më thonë, theke mu më ka do situata se sharake. Ka shku ka bo ankes qysh polici e ka konkludu që kjo e ka pas telefonin dorë, këna me shpas javën tjetër, e pas ta ja kanë marrë, i kanë thonë për 6 muj, ja kanë këthy mas 5 mujve, do më thonë këtë, ja kanë anullu ankesën, po prap ja kanë këthy lejen mas 5 mujve, tani ja kanë marrë apet për 8 muj, 9 muj, qa po dio në do më thonë, këna me pas Okej, disë qytetarë në kanë shkru për këtë temë, po sa ma shumë që në shkrujnë është ma... Qa do që keni ankesat e tila, jo nëse e keni të konkludume që ja u kanë hek pikët edhe ja u kanë marrë lejen, ajo është normale, është si pas ligjit, po nëse keni rastet që si të qytetshme, po të dyshimta, edhe që s'pjo trajtohen ankesat, lajmërohuni edhe po mundohem me bu një farësore sa ma gjerë, si me full sa ma gjatë, me trajtu një temë, po me trajtu për fillimit deri në fund në emision.
Shihemi javën tjetër, ju vazhdoni me na ndjek në gjitha platformat e rrjeteve sociale tek Gazeta Nacionale, Facebook, YouTube, Instagram, gjithkund, TikTok, kushdo, çfarë si keni aty jem. Frez, kur të selni është Gazeta Nacionale. Albert, thank you. Faleminderit.